Blendi Klosi, Bledi Çuçi, Ilir Beqej dhe Sajmir Tahiri nuk do t'jenë më ministrat e kabinetit Rama që nga shtuna e 12 marsit. Ky vendim surpriz u mor pasi sipas kryeministrit, Partia Socialiste ka më shumë nevojë për ta sesa qeveria shqiptare. Këto ndryshime s'kan asnjë lidhje me shfaqjet elektorale që jepen 1 orë para dite dhe 1 orë pas dite në studion televizive që është instaluar këtu poshtë zyrëstime. Ndryshimet nuk nxiten nga rezerva për punën e për rezultatet e 4 ministra. Ndryshimet nuk lidhen me një kërkesë të caktuar bashkëkryetarit koalicionit, Ilir Meta, i cili ka respektuar e mbështetur që ditën e parë rolin tim kushtetues si kryeministër në caktimin apo lirimin e ministrave pas një dallim. Ndryshimet e qeverisë nuk reflektojnë asgjë tjetër, përveç se domosdoshmërinë që udhëheqësit tanë politik të fushatës të nënqeshorit të fokuzohen me energji të reja dhe prani të vazhdueshme pranë njerëzve. Nëse për largimin e Sajmir Tahirit të gjithu përgatitën orë përpara, për 3 ministrat e tjerë vendimi erdhi si rrufe në qiell të hapur. Situata politike në Shqipëri nuk është më e mira e mundshme. Opozita është në rrugë, ndërsa koalicioni nuk është në ditët e tij më të mira. Ish ministri i Brendshëm përflitej prekohesh për t'u larguar, me akuzën që vinte nga çadra si i lidhur me krimin dhe me pakënaqësitë e aleatëve të LSI ndaj punës së tij. Sipas kryeministrit, asnjëra nga këto 2 versione nuk është i saktë, por nëse për Tahirin mund të aludohet jo pak për 3 ministrat e tjerë, arsyeja e dhënë për shkarkimin do të pritet me rezerva. Thuhet se ata janë koordinatorë në bashki që nuk kontrollohen nga socialistët. Bledi Çuçi është i deleguari në Gjirokastër, ku bashkinë e ka Lëvizja Socialiste për Integrim. Blendi Klosi në Berat, ku sërish bashkinë e ka LSI, ndërsa Ilir Beqej në Kukës, ku bashkinë e ka Partia Demokratike, dhe në Dibër, ku aleatët më të vegjël të PDU janë të fortë. Por sa do të ndikojë kjo lëvizje në forcimin e pozitave? Berati ka 7 mandate dhe numrat thuajse janë të vulosur. Gjirokastra ka 5 mandate dhe po ashtu ndryshimi i tyre duket i pamundur. Kuksi është një kapitull i mbyllur për socialistët ku përveç se 1 mandat do të duhet shumë mrekulli për ta ndryshuar, ndërsa Dibra, edhe me rezultatin e zgjedhjeve të 2016-s, nuk shkon për të i barazimit 3-3 me numër mandatesh. Po Sajmir Tahiri, kjo logjik nuk vlen për të. Tiranën e qeverisin socialistët që prej 2015-s, me një fitore të thellë. Në media flitet shumë për arsyeën e vërtetë të largimit të tij. Kërkesa e aleatit Meta, kërkesa ndërkombëtarëve. Çfarë ndodhi që kryeministrit ju desh të hiqte dorë nga kampioni i tij në qeveri, e ndërsa dyshimet vazhdojnë? Vendi në Ministrinë e Brendshme e mori një figurë forte e Partisë Socialiste si Fatmir Xhafa, që është përplasur me Metën. Disa herë së fundmi edhe për reformën në drejtësi. Të lutem se po flasu sekretari Kuvendit. Se do të bësh pyetje. Se nuk e ke mbledhur komisionin ndjesës të kam thënë për të raportuar çdo gjë për seancën e sotme. E para një ulë zërin edhe Jo nuk e mbaj ulë zërin, të lutem. Sepse nuk dua të toleroj situata të tilla, të lutem. Kam 3 vjet që dëgjoj një parollë tënde me qetësi dhe me dashuri. Tash të paktën dashuria ka ikur, por pak të rri qetësia. Nuk ka as 4 ministra teknik për të afruar një dorë bashkëpunimi me opozitën. Olta Xhaçka dhe Duart Çalci janë 2 nga bashkëpunëtorët më të afërt të kryeministrit, që nuk pritet ta zbusin qendrimin e opozitës, ndërsa Ogerta Manastirliu, për aq sa mund të quhet jo politike, është de facto një vazhdimësi e qeverisjes së Ilir Beqes në Ministrinë e Shëndetësisë, si drejtore e Qendrës Spitalore Universitare. 18 qershori po afron dhe situata duket më kaotike se përpara ndryshimit të qeverisë. Opozita tani më kërkon kokën e Edi Ramës. Kërcënimi për mos hyrje në zgjedhje që nuk janë të lira të ndeshme bie si këmban në 2 takime ditore të bashkës në çadrën e Partisë Demokratike. A do të hyjë në zgjedhje opozita? A do të vazhdojë koalicioni PS-LSI? Ç'do të ndodh me vettingun dhe reformën në drejtësi? Pikpyetjet ende vazhdojnë dhe 4 ministrat e ikur, vetëm sa shtyn me 2 ditë më shumë vëmendjen e larguar Rishtës. Të gjitha këto përgjigje ka gjasa t'i marrin pas 1 prillit. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Këto pyetje të bëra në përfundim të materialit përgatitur nga Sonil Franshi do t'i diskutojmë sonte në panelin e të ftuarve që do të prezantojë pa humbur kohë, por tema kryesore e debatit fakt është kjo. Qeveria ndryshoi disa ministra të rëndësishëm të saj, ndoshta më të rëndësishmin, Sajmir Tahirin, ministrin e Brendshëm, ministrin e Shëndetësisë, dhe 2 ministra të tjerë që ndoshta nuk kishin rëndësinë e 2 ministrive të sipërpërmendura. Por çfarë ndryshon me këto ndryshime të ministrave? Çadra mbetet sërish aty. Kërkesa është qeveri teknike e largimi i Edi Ramës. A u zgjidh kriza? A ka hyrë në rrugën e zgjidhjeve? A do të kemi zgjedhje në 18 qershor? A do të ketë bojkot? Për këto do diskutojmë me të ftuarit, u prezantoj pa humbur kohë, duke filluar me Aleksandër Çipun, analist, kënaqësi që të kam në studio. Faleminderit. Është deputeti i Partisë Demokratike Aldo Bumçi, faleminderit zoti Bumçi që jeni këtu. Deputeti i Partisë Socialiste Ervin Bushati, faleminderit. Ndodheni në studio. Afrim Krasniqi, drejtori i Institutit të Studimeve Politike, analisti Ora News, faleminderit që ndodheni këtu. Do ta nisja me ndryshimet e qeverisë. Pse u bën?
Sot kemi qeveri të ndryshuar me 4 ministra të rinj në detyrë që do të mandatohen tende, pastaj fillojmë punën me një herë. Është e njëjta mazhorancë, me njëjta shifra solide, nuk ka asnjë lloj shqetësimi në sensin politik apo të numrave në parlament. Kryeministri mendon, dhe është prerogativa e kryeministrit të zgjedhë ekipin me cilin drejton, që kombinuar për disa arsye që i ka bërë të qarta edhe në komunikimin të dielës edhe sot, ekipi funksionon më mirë në këtë mënyrë, aq më tepër duke ditur që shumë shpejt hymë në një fushatë elektorale, dhe pavarësisht se hymë fushatë elektorale, patjetër që qytetarët presin dhe meritojnë një qeverisje që të vazhdon funksionon, një kryeministër në detyrë, rritje ekonomike, reforma që vazhdojnë edhe të çohen më përpara, dhe aq më tepër një proces të reformës në drejtësi që nuk duhet të ndaloj për asnjë fenomen politik apo vullnet të mbrapsht. Gjitha këto janë në sinkron edhe në një logjik zhvillimore të gjithë situate që për mendimin tim, përveç faktit që shumë analista apo ndoshta edhe disa forca më të vogla politike presin të shohin tërmete, këto nuk janë asnjë shqetësim politik përsa i takon një mazhorance, po të kemi parasysh që është e njëjta mazhorancë, një kryeministër, një ekip që ka dhe hyrje të reja, të cilat do rivitalizojnë, do rrisin energjinë, po aq më tepër sinkronizohen dhe për arsyet tona politike. Kushdo që është brenda partisë politike i kupton këto lëvizje, u sqaruan dhe sot. Domethënë janë ndryshime për qëllime elektorale të Partisë Socialiste. Nuk janë ndryshime apo lëshime në favor të një konsensusi të daljes së opozitës nga çadra. Jo, kanë qenë përmirësime dhënë situatën që po kalojmë sot në zhvillimet politike, ekonomike dhe sidomos lidhur me reformat, por që ka të bëjë dhe me motivimin e brendshëm elektoral që ka Partia Socialiste. Pra, nuk kanë asnjë lloj ndikimi, le të themi, të opozitës, sepse ndryshe sot do kishte rënë një konsensus dhe sot do kishin dalë. Kjo provon që nuk është fare ndikuar nga opozita. Gjithashtu duke ditur që prerogative kryeministrit, sidomos për ministrat e Partisë Socialiste, është që ti vendoset dhe ti zgjedhë, dhe e tha shumë qartë, dhe ky ka qenë konsensus që në ditën 1 dhe deri në fund të mandatit. Gjithë ata që kërkojnë pastaj të shohin, sepse kuptohet që është një mazhorancë që nuk ka pasur drama në shifra apo jo, se pushtetet dhe qeverisjet maten në parlament, ne javën e kaluar me 81 vota kur duhen vetëm 71, kaluam shumë projekt ligje të tjera, dhe nuk kemi pasur asnjë moment ngërç shifrash. Ndryshe nga shumë qeverit më parshme që mund të kemë pasur probleme shifrash. Dhe mazhorancat caktohen në parlament, mbahen në parlament, dhe sepse zgjedhjet në proceset tyre demokratike i vendosin shifrat në parlament. Është fitore e çadrës, e protestës së opozitës ky ndryshimi i qeverisë, e shihni si të tillë? Po, lëvizja e kryeministit është padyshim pasojë e presionit të protestës së opozitës, por nuk ka qenë ky qëllimi ynë. Qëllimi ynë është dorëheqja e kryeministrit, një qeveri teknike që i hap rrugë zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Pra, të paktën krijohen kushte minimale për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kjo është pasojë e protestës, kërkesa për largimin e ministrit të brendshëm është e kahershme nga opozita, nga partnerët ndërkombëtar. Shefi i CIA-s kur vizitoi Tiranën nuk e kishte në agjend takimin me Samir Tahirin. Takoi drejtorin e përgjithshëm policisë vetëm, aty do të kishte takuar dhe ministrin e brendshëm. Ja ka bërë fakt kryer, kryeministri ka marrë në zyrë ministrin e brendshëm. Nuk ka qenë në agjendën e shefit të CIA-s kur ka ardhur. Dhe të gjitha akuzat kemi dhe nga Bashkimi Evropian dhe nga partnerët ndërkombëtar, droga tashmë është një lajm ndërkombëtar. Flet BBC-ja, RAI, televizionin publik gjerman, Shqipëria kryeqendra e kanabisit për Europën. Kryeprokurori italian që vizitoi përpara 2 javësh Shqipërinë, tha që në 2 vitet e fundit kemi 3 fishim të sasisë drogës që vjen në Itali. Prokurori i Leçës, që është bërë tashmë një figurë e njohur në Shqipëri, Cataldo Mota, tha që Otranto është bërë një autostradë për drogën. Të gjitha këto tregojnë që jo dështim, do shpjegoj pse nuk është dështim, por për një vend normal, për një situatë normale absolutisht është dështim, jo për Ramën. Dhe ministri i brendshëm duhet largohej, por nuk është larguar. U largua mbas protestës së opozitës, si një kryeministër që është në panik total,
dhe nuk di çfarë të bëj tashmë. Ky është në panik total. Largoi ministrin e Brendshëm, i cili nuk pranoi të largohej. Pse ka kaq shumë forcë ministri i Brendshëm? Gati i mori të gjithë qeverinë me vete. U detyruar të sajoj që do jenë të gjithë ministrat që janë në përqarqe që do largohen. Pra, për ministrin e Brendshëm rrezikoi të gjithë qeverinë, më pas erdhi në 4 ministri, kur janë dhe 5 ministra tjerë që drejtojnë qarqe. Por Samir Tahiri nuk ka dështuar për Edi Rama. Nuk ka dështuar. Jo, Edi Rama e quajti kampion, madje. Jo, po pikërisht. Se nuk ka qenë në planin e Edi Ramës të kanabizohet Shqipëria. Ka qenë planin e Edi Ramës të i lejoj krimit të rend Shqipëri. Nuk ka pas objektiv tjetër Samir Tahiri. Mbulimi Shqipërisë me drogë nuk mund të ndodhi pa një projekt politik. Ne jemi një vend i vogël. Nuk jemi as Brazili, që nuk kontrollon dot pyet Amazonës, as një vend i madh. Ne jemi një vend shumë i vogël. Dhe kur droga mbillet në Fushkruj, kur mbillet në fshatet e Tiranës, në zona që nuk në ulësirën perëndimore që nuk është mbjellur kurrë. Kjo nuk është dështim, kjo është ta lejosh me vullnet. Për një qeveri që është krenuar, që ka rikthyer kontrollin e territorit, kur fshatar janë futur në burg se po rregullojnë çatin. Dhe kjo është e vërtetë, jo në një fshat, por në të gjithë Shqipërinë. Në atë sulm të madh për vendin në kontroll territori që nuk e kishte Shqipëria, janë futur në burg fshatar që rregullonin një avlli. Që s'ka qenë kontrolli i territorit në kontroll, nuk ka qenë. Jo ishte kontrolli për drogën, por nuk ishte për fshatar që rregullojnë çatin. Pra kjo qeveri që u mbur, u krenua që edhe një fshatar që rregullon çatin shkon në burg dhe janë me 10 dhe me qindra që kanë përfunduar në rajone. Kjo qeveri lejoi mbjedhjen e drogës. Atëherë kjo nuk është dështim, kjo është lejim. Samir Tahiri ka bërë çfarë i ka thënë Edi Rama. Ka lejuar kanabizimin e vendit, ka lejuar bandat të kenë kontrollin e territorit vendit, si kur i bën kryetar bashkish, deputet, kur i jep pozicione të rëndësishme në administratë. Kjo është politik. Kjo është politikë, nuk është dështim. Pra, ai nuk ka dështuar, u detyrua të largojë nga protesta opozitës dhe kërkesa të partnerëve ndërkombëtar më parë, dhe pse ishte kaq i fuqishëm Samir Tahiri sa i mori gati të gjithë qeverinë apo gjysmën e qeverisë. Pse është kaq i fuqishëm? Sepse patjetër ka dhëna personi që ka marrë kontakt me gjithë të grupesh ai. Dhe shantazhonte. Pra, Samir Tahiri u nis shkarkimi vetëm. Tahiri shantazhonte Ramën? Po, absolutisht, u nis shkarkimi vetëm i Samir Tahirit. Ministrat e tjerë e kanë marrë vesh një ditë më vonë. Po t'ishte që do largoheshin ministrat që drejtojnë qarqe, do kishin marrë vesh gjithë në të njëjtën kohë. Sajes, kjo është një sajes. Kërkoi largimin e Samir Tahirit, nuk e pranoi largimin dhe krijoi një sajes ku gati e mori me vete gjysmën e qeverisë. Ky nuk është pushtet normal i një ministri. Është pushtet që di çfarë ke bërë ti, çfarë keni bërë bashkë dhe është shantazh. Protesta absolutisht është arsyeja e këtij ankthi të një kryeministri që mendonte që ka gjithçka në rregull. Ky mendonte që ishte zot sot në Shqipëri, kishte në dorë dhe policinë dhe krimin. Kishte në dorë edhe drogën dhe lekët. Dhe një koalicion të madh. Dhe median pothuajse të kapur, dhe qytetarët, bizneset, aktorët e tjerë të nënshtruar ndaj këtij fakti. Po pse pranoi ta hiqte pra? Të nënshtruar ndaj këtij fakti. Kjo është situata deri para 2 muajsh, 1 muaj. Që një njerëz që ndjej i superfuqishëm. Protesta opozitës, vendosmëria e koalicionit opozitar që mos regjistrohet në zgjedhje, mos të hyjë zgjedhje dhe jo madje mos hyjë, mos lejoj zgjedhje pa qeveri teknike, ka ndryshuar lojën, e rrëzoi këtë kryeministër nga gati 100 ku ishte, që ndjej zot, i plot fuqishëm në Shqipëri, dhe presioni u përqendrua. Akuzat tona kryesore janë droga dhe krimi, nuk lejojnë zgjedhje të lira të ndershme. Atëherë tha po bëj kok turku ministrin e Brendshëm, ma kanë kërkuar dhe partnerët. Unë përmenda shefin e CIA-s që nuk e takoj, dhe tha po e bëj kok turku. Nuk zgjidhet as me koka turku, zgjidhet me një mënyrë, një qeveri teknike e mbështetur nga të gjitha palët, t'i hapi rrugë vendit për zgjedhje të lira të ndershme. Okej. Çipa, në analizën tënde pse u bën këto ndryshime, çfarë ndodh me çadrën ndërkohë që Rama bëri këtë lëvizje, lëshoi ministrin më të rëndësishëm të kabinetit të tij, të brendshmit, Tahirin? Po, këto që mund të quhen ndryshime në epilog të mandatit të qeverisë. Dhe pavarësisht se sa mund të shtyhet apo të mos shtyhet data e dekretuar nga presidenti për zgjedhjet e 2017-s, sepse në pikpamjen kushtetuese presidenti ka fiksuar dhe datën se kur do të zhvillohen zgjedhjet. Raporti midis pozitës dhe opozitës në Shqipëri është një raport problematik. Presioni që ushtron opozita
jo vetëm për çështjen e qeverisë teknike, por më së shumti për mos kryerjen e mos futjen në zgjedhje, është një presion i cili në një këndvështrim prish atë që quhet gravitetin e normalitetit politik në vend. Dhe është një gravitet i cili ka derivatet e veta që lidhen me mos respektimin e kushtetutës dhe me atë që ne quajmë ndryshe Republika Juridike e këtij vendi. Është një kërcënim potencial nga pikpamja politike dhe efekti që shkakton, jo vetëm në arealin kombëtar, por më së shumti në partneritetin ndërkombëtar. Lufta politike që zhvillon opozita, që t'jemi të sinqert, nga dita që ajo ngriti çadrën në bulevardin kryesor të Tiranës, e potencoi në pikpamjen e reagimit dhe forcës së imponimit opozitën. Dhe ky potencim natyrisht është në qendër të vëmendjes së opinionit publik, për dy arsye. Sepse është një potencim i kalimit të saj nga një heshtje apo vanitet oponencial të mbajtur në 3 vjet e gjysmë të qenit në mandat kjo shumicë e smajtës, dhe befas në muajin e fundit, ajo u rikthye në një nga komponentët më të rëndësishëm të politikë bërjes, që është aksioni politik. Opozitarizmi në aksion. Gjë pothuajse ka munduar gjatë gjithë kohës kur mandatorin e kryeopozitarit e mban zoti Basha. Mirë po, kuptohet, opozita ka një moment të një marrëdhënie delikate me elektoratin. Sepse një opozit nuk konkuron vetëm me domosdoshmërinë e imponimit të një formule, e cila në emër të së drejtës, së ruajtjes së votës së lirë dhe një procesi të lirë zgjedhor, kërkon të imponoj në fund të mandatit një shumice e cila në asnjë çast të ekzistencës saj nuk është delegjitimuar brenda parlamentit. Nuk ka pasur asnjëherë lëvizje të fuqishme sismike për arsye politike brenda shumicës parlamentare. Dhe në këtë moment vjen çasti që në pikpamjen e përdorimit politik opozita padyshim që e merr një lloj krediti në marrëdhënie me opinionin publik. Dhe është pikërisht se ndryshoi ministra Rama. Çfarë ndodhi? Unë mendoj se është, po e themi, një hap tolerance për të mos ju përgjigjur thirrjes dhe apelit të javës së fundit të kryetarit të opozitës me tonet e luftës. Nuk harrohen dy stilemat e kryetarit të opozitës. Doni luftë, luftë do të keni. Dhe dyta, duhet jemi të sinqert. Zoti Rama bëri një lëvizje politike që mendoj unë i shërben ose le të themi është ekuivalente me pragmatizmin elektoral. Ministri më i sulmuar në gjithë historinë e kabinetit të kryesuar nga Rama është padyshim ministri Tahiri. Dhe me qënë se duke sikur kjo është hallka me dobët, në leximin politik mendoj unë, ai i jep një detyrë elektorale o politike, sepse praktikisht motivacioni publik dhe zyrtar ky është, dhe duke i besuar kryeqytetin. Vendi ose qarku që në pikpamjen e ballafaqimit elektoral mbart numrin më të madh të mandateve që ka çdo forcë politike dhe pretendon çdo forcë politike në parlamentin e ardhshëm. Kështu që në pikpamjen e leximit politik unë mendoj që e mbart këtë gjë, që ju mendoni se kjo është hallka më e dobët për pretendimin tuaj, jo. Unë po e çoj në një delegim elektoral, sepse de facto jemi në ditët reale të mirë, si duhet pyes pak afrimin, po sipas mendimin tënd Çipa, Rama është sot më i fortë apo më i dobët? Rama është i parezikuar në pikpamjen e parlamentit, sepse ky parlament dhe derisa të ketë një mocion mosbesimi ndaj tij, ai është e para njerëz ka shanse që të ketë dhe nuk është as në agjendën politike të opozitës mocioni. Atë nuk e dim nëse është. Nëse bëhen votat, besoj se duhet jetë, nëse janë votat në bashkëpunim. Unë i përmbajmë qëndrimit politik të Lëvizjes Socialiste për Integrim, sepse në këndvështrimin dhe në leximin, po edhe në pikpamjen edhe në undergroundin. Pastaj edhe PD-ja ka thënë që do qeveri teknike në tavolinë, s'ka thënë që do kërkojë emocion, kështu që i bie që të bëj kthesi 180 gradë. Jo, në tavolinë nuk e kanë thënë. Kanë thënë qeveri teknike që do dalin si pasojë një dialogu. Nuk e ka elaboruar opozita kërkesën e saj për qeverisje teknike. E ka kërkuar si
po them si një kërkesë, po nuk e ka elaboruar se si do mbërrihet. Ja pse do të bësh pak më vonë. Sa të thot Afrimi diçka në lidhje me ndryshimet që bëri Rama. Së pari unë po i referohem fjalës kryeministrit në prononcimin e tij, kam përshtypjen që 4 arsye që ai tha nuk ekzistojnë. Domthonë janë 4 arsye që praktikisht ekzistojnë. Dhe nëse ka pas faktor përcaktues, nuk është as protesta e opozitës dhe nuk është as, po themi, nevoja që sakrifikojmë Shqipërinë për partinë, ta dërgojmë për drejtuar Tiranën. Argumenti kryesor sipas meje është presioni i jashtëzakonshëm ndërkombëtar. Ne kemi qenë gjatë 10 ditëve të kaluara, unë kam qenë vetë, po themi, i pranishëm në takimet e tilla ndërkombëtare dhe me diplomat shumë të njohur dhe delegacione ndërkombëtare që kanë qenë në Tiranë dhe pjesë e bisedimit të Tavalin ka qenë nëse oferta e shkarkimit ministrit brendshëm i kënaq palet apo jo. Me sa duket jo. Me sa duket jo. Po pritej që jo. Dhe në Tavalin kështu u tha që është e pamjaftueshme, por idea të gjithë ishin praktikisht një zë që ai të largohet dhe nuk mendoj që lidhet personale me të, po lidhet, po themi, për një arsye thjesht, sepse nuk vëm bilancin e policisë së 3 viteve. Por ai çfarë ndodhi vitin e kaluar që pa shembull dhe dikush duhet marrë përgjegjësi. Dhe në politik, politikani marr përgjegjësi, nuk marr polici i Pukës apo i Gjirokastrës. Kështu që duhet kishe një akt publik dhe akti publik ishte lëvizja politike. Nuk mendoj që në Tiranë forcohet, në Tiranë figura kryesore PSS është kryetari i bashkisë dhe ka pushtetin, administratën, përgjegjësinë, kontratën dhe mbush mediat praktikisht çdo ditë me politikë. Po, ana organizative kërkon organizim përditshëm. Pjesa tjetër e 3 ministrave, duke përjashtuar ministrin e shtetësisë, i cili është lajm i mirë që u largua, pjesa tjetër janë gjithë rastishëm, janë për të mbushur që personi mos dalë, po themi, si viktim politike, po të plotësohet një lloj alibie nga ajo që përdoret gjithmonë, është përdorur edhe nga qeveritë e djathta dikur, është përdorur tradicionalisht. Kjo lidhet, po themi, dhe është tipike për të treguar se si raporte personale vendosin ndonjëherë gjëra që normalisht do duhet marrin sione, sepse një shtet serioz, një qeveri serioze, një politikë serioze do duhet kishte analizë. S'mund thuash këta janë më të mirët dhe më të mirët po i largoj. Sepse është paradoksale ta thuash edhe për vota, ta thuash edhe në shenjë përgjegjësisë publike, edhe je kryeministri i gjithë shqiptarëve. Dhe duke qenë i gjithë shqiptarëve, nuk mund thuash unë i largoj më të mirët. Por duhet të ketë një sens përgjegjësie, thotë po, kemi gabuar, kjo është kontrata, këto janë suksese, këto janë gabimet, por ne kemi gjykuar që si parti ky është vendimarrja dhe kjo do ishte më korrekte. Ka ndikuar protesta e opozitës, ka ndikuar, por nuk ka qenë përcaktuese. Ka ndikuar për arsye sepse e ndryshoi ligjërimin politik protesta e opozitës. Nuk ka më agent parlamentare. Dikur ishte enjtja parlamentare, tani s'kemi më enjtë parlamentare. Kemi praktikisht replika mediatike përmes liderëve politikë. Është fatkeqësi që ata ndodhen rreth 25 metra, 22 metra larg një gjithë dhe nuk takohen. Dhe komunikojnë përmes ekraneve televizive dhe konferenca shtypit. Por që të ketë fest në kampin e opozitës, mua më duket një paradoks tjetër i madh. Nuk duket sikur ka fest në fakt. Por në fakt që në reagimet e para, edhe ne diku kur merrim pjesë protesta dhe kur pala tjetër tregonte shet dobësie, fest quaj. Edhe në këtë rast festu interpretua, por mendoj që është e gabuar e parakoshme. Pse? Sepse nuk nëshon asgjë. Mazhoranca praktikisht i ka të gjithë numrat dhe kriza nuk zgjidhet me lëvizje shahur. Kriza zgjidhet me dialog politik, me marrëveshje politike. Dhe deri diku Rama dha një sinjal jo adresuar opozitës, pa adresuar faktorit ndërkombëtar që është i gatshëm të bëjë, po themi, atë që quhet sakrifica ose garanci politike për të ulur atë që quhet, po themi, gjuna për të opozitës dhe për të treguar një lloj përgjegjësie si kryeminist në raport me presionin e madh ndërkombëtar që ka. Po emërimet e reja janë funksion. Emërimet e reja janë të rastishme, nuk mendoj që asnjëra prej tyre nuk mendoj që ka ndonjë shpjegim për jashtë ministrit brendshëm të ri, i cili u shpërbly për shkak reformës drejtësi dhe për shkak se një përgjigje, po themi, drejt për drejt aleatit kryesor të qeverisë. Një përgjigje në ç'kuptim? Sepse është një figurë e cila minimalisht është po ka që kontestuar sa ishte ministri brendshëm nga partneri kryesor i qeverisë, por ky është një rregull. Siç Rama pranoi dikur ministrin e drejtësisë, të cilin praktikisht nuk e dëshironte, edhe aleati i qeverisë është detyruar pranoj çdo vendim që merr mazhoranca sepse është normale, ka votat e tjerë. Por edhe të thuash pritet është reforma në drejtësi dhe njeriu që drejton reformën e largoi nga drejtësia dhe bëj ministër të policisë, nuk është një lloj logjike politike. Ka kalkulime të tjera dhe janë kalkulime të vogla elektorale. Ka ndryshuar 4 ministra, apo nuk ka ndryshuar zë në Shqipëri. Qeveria ngelet paq, po themi e brisht, dhe madje ju pyetët është më i fortë apo më i dobët. Unë mendoj që ishte dobësi ky lloj veprimi, pse ishte dobësi? Sepse varet ose e menaxhon. Do thotë nëse arrinte ta bënte përmes një tryeze dialogu dhe ta lëshonte se i kartë politike do fitonte shumë më tepër. Për shkak si rezultati tryezës para ndërkombëtarëve. Por duke personalizuar, duke bërë papritur, duke i besuar këtyre skenarëve Facebook-ut dhe rrjetet sociale që i tha si tha, i bëri si bëri, on krijon një lloj mjegull e cila praktikisht vetëm ul seriozitet në shtetit dhe nuk i shërben askujt në Shqipëri. Bushat kishte një përgjigje?
Edi Rama u zgjodh në kryet Bashkisë Tiranë herët si reformator, u zgjodh në kryet Partisë Socialiste dhe të opozitës si reformator, u zgjodh në kryet qeverisës 2013 po si reformator. Dhe reformat kanë qenë prerogativa po kryefjala e qeverisës. Pra dihej qytetarët për këtë mandat e zgjodhen dhe i besuan një qeverisje që do t'i bënte këtë reforma. Dhe nuk është vetëm burrëria e një ministri, për mendimin tim është qytetarëve shqiptarë që patën vullnetin dhe dëshirën dhe burrërinë që t'i japin 84-85 vota një mazhorance, që të bëjmë të vërtet reformat, dhe reformat janë bërë. Reforma në drejtësi është reforma më rëndësishme që është bërë në këto 25 vite, përveç një sistemi demokratik që akoma sot nuk është i sigurt për shkak se mungon drejtësia. Për sa kohë askush nuk shkon në burg, as një komisioner, as një numërus, as një deputet, as një kryetar partie, as një politikan, në këto 25 vite, kur çdo proces zgjedhjesh për çdo 2 vite ka 35-40.000 komisioner, kjo tregon që nuk ka për të pas garanci, as opozita siç po thotë sot, duam garanci që do kemi zgjedhje të lira dhe të ndershme, qofse s'ka drejtësi. Dhe ky është paradoksi i vogël i opozitës brenda tendës që kanë mbyllur. E vetmja gjë që garanton zgjedhje të lira dhe të ndershme është drejtësia. Këta e kanë bllokuar. Pra, drejtësia në të gjitha skenarët nuk bëhet dot gati për 18 qershore. Më fal, po, jo të them diçka. Nuk është pasoja drejtësia e asaj tendës, është shkaku. Pra, Lulzim Basha e di që do humbasi zgjedhjet, por të paktën më në fund do fitoj PD-n. Se deri më sot PD nuk ka qenë kryetar de facto i zgjedhur me garë. Do fitoj PD-n më në fund, e di që do t'i lëj zgjedhjet, po s'doj që duke lënë zgjedhjet lej dhe PD-n. Do të krijoj këtë albin që pse po humbasi me të gjitha bashkë. Se unë do ta besoja kauzën e tij, nëse do të vinte do të dërgonte ato 3 deputet, 6 deputet, në ato komisionet e përbashkëta ad hoc, ku ne kemi pasur vullnetin të japim si mazhorancë, nëse se kishim arsyen apo nevojën, një ekuivalencë apo baraz spesh në këto komisione. Le të vazhdojnë të protestojnë, kam shumë respekt për protestën. Demokracia ka lidhur në Shqipëri me protesta si çdo vend të botës. Kam respekt për protestën, kam respekt për zotin Basha. Ta vazhdoj atë proces dhe le të rrinë ten deri me datë 18 qershor. Në mendimin tim, argumentet e tyre për elektoratin e tyre, që i tha zoti Bumçi shumë qartë, qëndrojnë. Janë argumenta fushate. Le t'i sjellin fushat, mbas 40 ditësh jemi në fushat. Fakti që po bllokojnë reformën drejtësi është problematike. Pastaj gjithë këto nuancat apo romancat e vogla, a duhen, as duhen, sa pëlqet, ky kryetar me atë kryetar si shkojnë mbahen për dorë, ham dreka darka bashk, janë shumë të vogla po të shikosh nga pak më larg dhe të shohim tablon e përgjithshme. A e ka qef këtë ministër apo se ka qef, ky është ke pjesa gri, ky ka 10 pikë, këto e do shumë, këti i bën like, ati si bën like. Kujt i duhen këto nga qytetarët? Qytetarët në fund fare duan din, që a do ketë më në fund drejtësi në Shqipëri, a do shkoj dikush në burg për ato që i ndodhin shqiptarëve, qoftë prokuror, qoftë politikan, qoftë ministër, qoftë kryeministër, qoftë president, a do ndodhi më në fund drejtësia? Dhe unë do ta besoja zotin Basha, nëse aty ka tenda që shkon dhe reciton apo bën prova kanto, një herë mëngjes, një herë në darkë për të trashur zërin, për të thënë unë jam gati, se nga gjithë kjo do mbahet mendja që është gati, se po të ishte gati, do ta ndjenin njerëzit se është nevojë, ti thua të dashuroj kur dashuria ndodh vetë, kështu është edhe kjo. Unë do ta besoja. Po të vinte dhe zhbllokonte reformën, le të rri aty në tend jo deri shtator le të vazhdoj. Ndërkohë që këto të gjitha i thashën argumente shumë mira, po janë për fushat. Gjithë këto gjërat e vogla pastaj ka ekip perfekt. S'ka ministër perfekt, s'ka ministër që bën mrekullira, ama kemi një vullnet perfekt, një kryeministri që duke sakrifikuar dhe nga stabiliteti i mazhorancës, mund ta kishte shumë më të thjeshtë, vazhdonte me ato teoritë e vogla, mos bënte reformë, as në energji, as në atë. Sa pjesën e reformave e tha. Tash gjithë këto gjërat e vogla që kuptohet, na duket mëdha se patjetër do flasim për ato ngjarjet e ditës, pas një jave, mbas një muaj, në fund fare kur kemi rezultatin e asaj që po bëhet me këtë qeverisje, do duken tërësisht vogla. Nëse kemi atë rezultat dhe nëse hyhet në zgjedhje. Po do hyhet patjetër në zgjedhje. Nuk e dim. Zoti Bumçi, sa të shkojmë publicitet, ja u jap më një herë ju bëj fjalën. Mos u largoni. Jemi rikthyer në pjesën e dytë debatit, do të flasim me zotin Bumçi kërkesën për qeverinë teknike që e tha pak më herët zoti Çipa, se si do të mbrini dhe aty nuk është thënë çfarë strategjie ka Partia Demokratike. Jo, përpara se nga ana teknike strategjisë. Kryeministri është në panik total, dhe kjo vjen sepse aksioni i opozitës, kërkesat e opozitës kanë gjetur mbështetje në opinionin publik.
A ka njëri sot në Shqipëri që nuk e pranon që ka drogë Shqipëri dhe Shqipëria është kanabizuar? Ta thonë në çdo fshat, në zona që nuk është mbjedh kur droga, e vërtet ka qenë Lazarati, ka qenë Dukagjini, mundet dhe zona e Lumit Vlorës, nuk ka pas zona tjera, ose ka qenë e papërfillshme. Është mbjedhur rreth e qark Tiranës, është mbjedhur në qytete që nuk ka ekzistuar më parë përmet e shumë zona tjera të ulësirës perëndimore, në ulësirën perëndimore. Ke deklaratën e ministrit mjedisit, zotit Koka për Durrësin. E shumë zona tjera. Pra, a është ky një nga argumentat kryesorë që kryeministri deklaronte kush droga, nuk ka drogë. Mohonte drogën ose deklaronte që është njësoj si më parë, por ne po e luftojmë. Dhe qytetarët gjithë janë dakord që droga ekziston. Janë ata dëshmitar, e vërtetojnë tonelatat që kap Italia. Kishte dhe komunikim përditshëm policisë shtetit që fliste për azjesim, kështu dhe shumë mohim nuk ka pasur. Jo, tonelatat që ka policia italiane tregojnë që nuk ka azjesim. Dyshoni që shifrat e policisë janë azjesuar? Të lutem. Po pra, çfarë ka policia italiane në krahun tjetër kufirit tregon sa shumë është. Sepse për çdo njësi të kapur mund të jenë 6, 7 apo 10 tjera të pakapura. Dhe nëse gjithë mediat publike të mëdha, BBC, Rai dhe tjera të flasin për kryeqendrën e kanabisit, Shqipëria furnizuesi kryesor, tregon që këtu nuk ka pas luftë. Pra, argumenti i parë që droga ekziston, të gjithë e besojnë dhe nuk besojnë kryeministrin. Krimi, ka njëri që nuk e beson kur shikon kryetar bashkish, deputet, zyrtar të lartë në pozicione kyçe. Për shembull, t'ju përmend 2 raste vetëm. Kujtohet ne sapo pak muaj mas marrjes të qeverisë, fillimit të qeverisë zotit Rama, ne fillon denonconin personat me të shkuar kriminale që ishin emëruar në pozicione të ndryshme. T'ju jap 2 shembuj. Kujtohet ka qenë drejtori i logjistikës, i shërbimeve mbështetëse në portin e Durrësit, porti më i madh i Shqipërisë. Drejtori i shërbimeve mbështetëse ishte i dënuar për trafik kokaine. Drejtori i transportit në Sarand, Balili, kemi denoncuar që në 2014. Sot ka 1 vit në kërkim, më pak se 1 vit, dhe 10 muaj nuk kapet. Kështu kanë qenë me 10 raste. Nuk është për kërkim për trafik në Shqipëri, gjithsesi, në rasti i fundit. Por ne dolim zyrtarisht sepse ishte ndaluar në Shqipëri. Tani, të 2 argumentat tona, droga, e cila vjen me 2 armata, ka 3 faktorë që ndikojnë zgjedhjet, ke 1 armatë njerëzish në varfëri, Hallexhin, që shkojnë punojnë për 10.000 lek, 20.000 lek, 30, varësi sa marrin. Ta janë njerëz nevojë, nuk janë krim organizuar, po janë nevojë. Dhe nëse të mbillet mbi 1.000 hektar, sa janë të punësuar në çdo hektar, sa shkon numri atyre të punësuar, por kjo nuk është një aktivitet që nuk bëhet dot pa krim të organizuar. Kush e gjen farën, tokën, kush e mbron, kush e shet. Pra përveç armatës së punëtorëve, ke një armatë krimit organizuar, që është nëpër gjithë fshatet e Shqipërisë. Gjithë fshatet e Shqipërisë. Është kjo një armatë që do ndikojë nesër zgjedhjet, që janë me armë, që kërcënojnë, dhe lekët e drogës, 100 milionë euro. Si e zgjidh qeveria teknike këtë problem? Jo, do vim aty. Se këtu duhet dalim. Ilva, jo, të vim një bim dakord. Këto janë të gjitha argumenta që i keni bërë dhe më përpara. Jo kemi bërë, kanë ngjitur këto argumenta, janë tashmë të gjithë pranuar. Në largimin e zotit Tahiri. Janë të gjithë pranuar nga opinioni publik shqiptar dhe nga partnerët ndërkombëtar. Po. Ne nuk ndryshojmë, pra çfarë themi ne, kanë thënë europianët dhe amerikanët. 100%. Kjo është forca jonë. Ne kemi argumentat dhe të drejtën dhe... Po kur flet Mogherini, pse i thoni... Unë nuk e ndërpreva, zotërin. Ja, se nuk do ndërpresim, më merë pasaj fjallën. Faleminderit. Argumentat tonë janë 100% çfarë thonë partnerët ndërkombëtar. T'ju përmend. A tha ambasadori amerikan përpara 3 javësh, 4 javësh, politikanë korruptuar të lidhur me krimin do vjedhin zgjedhjet. Çfarë themi ne më shumë se kjo? Asgjë më shumë. Politikanë korruptuar ka vetëm majoranca aktuale? Jo, politikanë korruptuar të lidhur me krimin. Jo, vazhdoj fjalia. Të lidhur me krimin. Tani, të korruptuar je kur ke pushtet, të hapësh doganën, të japësh tendera, të japësh koncesione. Të lidhur me krimin, po vjen të ne krimi, po çfarë ofrojmë krimit? Në mbrojtjen e policisë, çfarë ofrojmë krimit? Që mund të mbjedhë parcelat dhe mbjedhë se nuk prek njeri? Ne nuk themi më shumë se kaq, por ne nuk mund ndalojmë te konstatimi. Nëse politikanë të korruptuar dhe korrupsioni është pushtet, nuk ka korrupsion pa pushtet. Dhe sot pushteti është qeveria.
të lidhur me krijimin s'mund të jetë opozita se s'ka pushtet. Atëre, çfarë themi ne më shumë se çka thënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, asgjë më shumë. Vim te Bashkimi Evropian. Çfarë thanë për mos hapjen e negociatave? Luftoni drogën, nga 5 prioritete u bën 8. Jo, nuk e thanë ashtu. Po. Jo, thanë, filloni zbatimin e vettingut, e tha Mogherini dhe kur erdhi në Tiranë. Ajo është armike të popullit. Dhe, jo, këto janë batuta pasaj, se zoti Bum që është më racional Nuk kam batuta, i kam argumenta njëra mbas tjetrës. I marrim, janë me fakte. Janë me fakte. Nuk është përmendur në asnjë moment që nuk i hapim negociatat se nuk keni luftuar Ashanjin. Atëherë, ju faleminderit, mund të shpjegoj me pak fjalë. Nga citimet e Hanë dhe Mogherinit. Me pak fjalë. Jo, ka qëndrim Këshillit të vende anëtare. Këshilli Evropian, Komisioni vetëm bën propozimin. Po. Por është Këshilli Evropian që merr vendimin, është kështu apo jo? Po, Këshilli Evropian. Çfarë tha Këshilli Evropian dhjetor? Dhe çfarë tha dhe rezoluta e Parlamentit Evropian para 2 javësh? Ti përmend të dyja bashkë. Këshilli Evropian tha që duhet zbatohet ligji i dekriminalizimit. Po. Duhet luftohet droga. Dhe duhet bëhen zgjedhjet e lira të ndeshme. Dhe deri në pranverën e harruat vetëm reformën drejtësie e harroni. Reformën drejtësie se është krye fjala e tyre. Po pra nuk e ato e that ju. Unë po them shtesë që nuk e thoni. Ato e themin dhe këtë neve, po thanë reforma drejtësisë së pari. Brenda 5 prioriteteve është reforma drejtësi. Është njëra nga Zoti Bumçi, se ju e dini dhe keni eksperiencë. 5 prioritetet Shqipëria dhe të gjitha vendet e tjera që duan të aspirojnë Bashkimin Evropian do t'i kenë deri ditën që do bëhen anëtar të Bashkimit Evropian. Nuk ka asnjëri si këtu, nuk po themi në një gjë të madhe. Për Shqipërinë ishin zgjedhjet e lira të ndeshme. Zgjedhjet e lira të ndeshme janë kushti i përhershëm, nuk është kusht. U bën 6 pra, u bën 6. Po, nuk janë kusht. Po mirë, a do më lejë? Okej, përfundoj. Po, vetëm që t'jemi Po. Të jemi të drejtë, të jemi të ndeshëm, të jemi të saktë. Se s'mund vazhdojmë me këtë lojë. Zgjedhjet e lira të ndeshme i thanë se s'ke bërë zgjedhje të lira. Se raporti i fundit i Osopia Odirit thot, nga çfarë kemi vëzhguar ne për zgjedhjet e 2015-s, qytetarët shqiptar shtrohet pyetja, a ishin të lirë nga frika dhe kërcënimi kur votuan? Këtë thot raporti i 2015-s dhe nuk e thot për ne. Thot për zgjedhjet e para kur Edi Rama është kryeministër. Raporti 2015-s Osopia Odirit thot, banda që rrethojnë qendrat e votimit, e ketë shkruar në raport. Raporti Osopia Odirit thot, përfaqësues qeverisë që kontrollojnë kartën e identitetit para se ty votuesi brenda. Flet për blerje masive të votës. Kto thot zgjedhjet e 2015-s. Dhe më thoni, ai gjeni dot në zgjedhjet e 2009-s, 2013-s, 2007-s, 2005-s që ishin socialistët, 2003-shin që ishin socialistët, ai gjen dot to fraza, nuk i gjen dot. Nuk do i gjesh dot. Do i gjesh 2001-shin, do i gjesh 2000-shin. Por që nga 2003-shin nuk do i gjesh. Dhe përveç 5 prioriteteve, kancelara Merkel ku shkoi Rama dhe priti lajmi që i thanë në Berlin, ku erdhi Krish Baum këtu, se po më detyron të bëj një përmbledhje. Krish Baum tha, të luftohet në mënyrë drastike droga. Të luftohet në mënyrë drastike, të zbatohet ligji i dekriminalizimit, të bëhen zgjedhje të lira të ndeshme. Dhe ky tha, ky është një deputet që ka kapur PD-ja skutave, që nuk përfaqëson askënd. Kryetari i Komisionit Evropian në Bundestagun gjerman, përfaqësuesi kancelares Merkel për të ardhur në Gjermani, për të përfaqësuar qëndrimin e Kristian Demokratëve, partia ku është kryetare, ishte një deputet individ pa vlerë për Ramën. Kështu tha. Shkoi Rama në Berlin, çfarë tha në konferencë për shtyp Merkel? A përmendi reformën drejtësi dhe zgjedhjet? Përmendi, jo të përfundoj. Përmendi reformën drejtësi, ta përfundoj, nuk kam ndërprer njëri. Nuk kam ndërprer njëri. Për korrektesë. Jo, korrektesën bëjmë mbasi të mbaroj unë. Përmendi reformën drejtësi dhe zgjedhjet, pra zgjedhjet janë kusht. Ja kanë qenë gjithmonë, do jenë gjithmonë, derisa ne bëjmë zgjedhjet lira. Dhe ne morëm NATO-n, dhe ne morëm liberalizimin e vizave dhe nuk kanë qenë problem. Dhe në 2000 për shkak zgjedhjeve 2013 u mor statusi se nuk ishte problem. Ky i ktheu zgjedhjet problem. Ky ktheu zgjedhjet Shqipëri. Është kryeministri që nuk kanë si viz zgjedhjet lira ndeshme. Prit ta përfundoj. Këshilli i ministrave. Po, ka bërë dhe Dibrën. Dhe mendoj që Dibra është zgjidhja, formula. E gjeti overdozën e drogës të lekëve dhe kështu kam do vidh aty. Jo, nuk do shkojmë aty se do ta kthejmë në debat, jo në monolog. Mbas mbledhjes së Këshillit Evropian, Lajçak që kishte presidencën e radhës, Slovakia tha, përmendi drogën, përmendi krimin, përmendi zgjedhjet. Parlamenti Evropian në rezolutën e propozuar nga Fleckenstein, po patjetër me amendamente nga të gjithë deputetët. Se dhe Fleckenstein e keni nxjerrë në biografi të keqe këto kohë. Ka rezolutë Fleckenstein që ka votuar Parlamenti Evropian, ai është dokumenti zyrtar. Ja, se do bëjmë. Dhe rezoluta Parlamentit Evropian është dokumenti besoj më i rëndësishëm. Po. Flet për zgjedhjet thot, pas zgjedhjeve të lira nuk ka integrim të Shqipërisë.
E thot rezoluta. Po nuk do e thote po t'ishte kushti përmbushur. Thot, policia ka dështuar në identifikimin e rrjetit mbas kultivimit drogës. Unë mbush Shqipëria me drogë, nuk dihet kush e bëri këtë. Nuk ka njerëz kapur, nuk ka krim, ka punëtor thjesht. Thot zbatohet ligji dekriminalizimit. Këtë thot rezoluta propozuar nga Fleckenstein. Tani, ato që ne themi, i thot Washingtoni, i thot Bruxelli dhe Berlini, i din qytetarët shqiptarë. Prandaj është panik Rama. Prandaj është panik. Vetëm ta menaxhojmë pakon. Dhe çfarë tha në mbledhjen e grupit parlamentar, kryesisë PS-s? Tha çadrën e dëshirojnë, duket që është në panik, ka hyrë në bunker. Ku e dëgjuat ju Tha, çfarë? po e kishin gjithë mediat kryesore. Po s'keni qenë aty. Po e kishte Balkan Web, e kishte Panorama, e Mos e merr, po kështu. e kishin gjithë mediat kryesore. Kështu Mirë, lexoni në burime, atëherë e kanë unë po me burime. citoj mediat kryesore në vërteta Shqipëri. Ka thënë që? Ka thënë që çadrën e dëshirojnë data edhe të huaj që nuk i duan të mirën Shqipërisë. Po, Kush tha kështu? ka të huaj që nuk i duan të mirën Shqipërisë, cilët janë kancelarja Merkel që nuk hapi negociatat, se tha zgjedhjet, krimi dhe droga. Po bazohet me gjë që s'e ke dëgjuar. Presidenti Trump, që ky tha do prishin marrëdhëniet, po fitoi. Tash është To janë panik fare armiqt. Ky njeri tani është në panik dhe doli te armiqtë huaj në bashkëpunim me armiqtë e brendshëm. Ku e dëgjove Nuk i këtë? duan të mirën Shqipërisë. Të lutem, Ervin. Në fund fare. Ja, vetëm mbyllet të lutem se keni 10 minuta që flisni. Na Në mas fund ti fare. çikon Po, për këtë. do ta monitoroj pa merak. Do e kam këtu. Ky kryeministër, mbas 20 viteve karrierë, kryetar bashkie, 11 vjet, Nuk kryetari u i Partisë liverdisti Socialiste, numroni politikanat jetë gjatë. kryetari i Partisë Socialiste dhe kryeministër, ka vetëm një mënyrë se mund ta mbylli këtë karrierë, me zgjedhje të lira të ndeshme. Po jep janë mundësin ta bëjë se nuk janë bërë zgjedhjet Pra ende. zgjedhjet e lira nuk i bën dot Rama. Personi që e mbushi Shqipëri me drogë dhe lejoi që të jetë krimi, si çdo drejtori policie në rrethet, këtë drejtori krimi, një të emëruar, nuk mund bëj zgjedhje. Mund të bëjë ndërhyrje. Po. Ka një mënyrë, ka një akt që mund bëj. T'i hapi vendit zgjedhjet Pra këto janë zgjedhjet kërkesa, lira po të s'është logjike. Dhe kështu është mënyra se jam të mbyllë një karrierë 20 vjeçare. Dakor. Po. Mund bëj vetëm Musha, po, se pastaj qipa. Ndërhyrje të vogël. Tash ju vazhduat dhe thatë kërkesat, por nuk dëgjova logjikën si do arrini që ishte pyetja dhe më fal tash. Momentin që qytetarët shqiptar na Po të e di dëgjova. që ne themi të vërtetën që po bëni ju përgjigjja është kjo. Jo, nuk ishte Kur Jemi pyetje. ko prapë. ne Po s'ishte flasim për pyetje. drogën, a themi të vërtetën, ana besojnë qytetarët Po mi shqiptar. më dakord. Kur ne flasim për krimin, ana po besojnë. nuk të ndërpreva, A pra. thot Washingtoni me Po. Brukselin të njëjtën gjë. E pra, kur qytetarët dhe partnerët janë bashkë, mund të Edi Rama qëndroj aty, nuk do qëndroj dot një ditë. Më duket Nuk do qëndroj një Ja, ditë përgjigje dhe dëgjova, do të dëgjova se nuk Po, bëra po, Ervin. Po jo mos ishte Bëre pyetje. Ishte retorike, pra nuk thash. Tash e para herë, ky më duket si emision i regjistruar para 6 muajsh, ë? Se ndërkohë zoti Basha ka dalë dhe ka bërë Mogherinin sot. Ka dalë zoti Berisha e ka bërë Sorosian atë diplomatin që e përmendët që është ambasadori i nderuar i Shtetit Bashkuara, dhe gjithë deklaratat ju i ktheni ose i lexoni si të keni qejf, ndërkohë që zoti Berisha po nuk të ndërpreva. A ka thënë që Po nuk të ndërpreva. politikan, po pra, ti më citove. Po nuk të ja, ndërpreva. Ambasadori S'të nderuar, citova a ka fare. thënë Aldo, që ja, të politikan të përfundoja ai. korruptuar të me krimin do vjen në zgjedhjet. Më thuaj ka thënë apo jo? Unë nuk të citova. Ai ka thënë këtë, po të pyesum tani. Ti Një citove përgjigje. Edi Ramën kurse keni Unë gjuhën po të mbledhje pyes, sot. politikan të korruptuar të lidhur me krimin do vjen në zgjedhjet. E ka thënë ambasadori Lu apo jo? Ma thuaj. Po për kë e kishte? E kishte për ne që jemi në opozitë. ku Se e- ne kemi gjithë, kemi dhe policinë, mirë, dhe doganat, dhe po, gjithë më shka le pra kemi ta ndonë. mbaroj, le ta E mbaroj. kishte për ne. Po pra le ta mbaroj. E para herë ju flisni, një herë i merrni për të ndershëm ata politikanë, domethënë i prisni me krah hapur në fillim dhe i fusni drum pastaj të gjithëve. Mogherinin doli aty në mënyrë të shumë që nuk është kundrejt gjithë rregullat mikpritjes shqiptare, pa ikur akoma, pa hyrë në avion, del aty para në tendën e tij të provave të zërit edhe thot, si i themi ne kësaj fjale në shqip, me atë shfaqjen ashtu është e turpshme. Tash edhe i lexoni kur doni ato dhe thot kush është ajo se nuk paraqet vullnetin e. Nuk të ndërpreva më zotri pse nxefesh, mos u mërzit. Po flet për çfarë kemi bërë ne. Po jo, Nëse nuk përfaqëson qëndrimin e Këshillit të dëgjova vetun. Nuk përfaqëson qëndrimin e Parlamentit Evropian për krimin, e dëgjove zonjën të fliste për krimin. Ta shkarkojmë atë atëherë. Ai dëgjove zonjën të fliste për krimin, drogën dhe zgjedhjet. Çfarë tha përfaqësuesa e komisionit Koçiançi kur u pyet? U pyet. A mund të Po flasë ato janë pyetje specifike, po i nxorë nga konteksti, sigurisht që do duken ashtu në favorin tuaj. Kontekstit është brenda kontekstit.
Konteksti Mogherinit ishte shkoni në parlament, votoni vetingun. Se Mogherini nuk përfaqësoi qëndrimin e Këshillit dhe nuk foli për zgjedhjet, për drogën dhe për krimin. Si e kërkonin tavolinë, shkarkoni edhe Ramën, shkarkoni edhe atë, shkarkoni edhe Koqiançi që është zëvendësja e Mogherinit, është më saktë se Mogherini. E komisionit, jo çfarë tha, është shumë e rëndësishme. Po e tha pra kur u pyet për atë gjë. Çfarë tha Koqiançi, që i ka ngritur tha. Ja, të lutem. Jo, çfarë tha Koqiançi kur i ngritit? Do të lej gjithkohon. Çfarë tha zëdhënësi Kjo Ilva, kjo është thelbësore. Po. Kur zëdhënësja e Komisionit Evropian u pyet, pse zonja Mogherini në Tiranë nuk përmendi zgjedhjet, krimin dhe drogën, që përmendën në Këshillin e Ministrave dhe në rezolutën e Parlamentit, që janë kushte, zëdhënësja i tha, i ka përmendur, i tha. I ka përmendur. Por ne jemi Shqipëri dhe ne i dim që si ka përmendur. Se është e papranueshme në Bruksel që një zyrtar evropian mos përmendi zgjedhjet. Është e papranueshme se kur e thot Merkel, kur e thot Këshilli i Ministrave, kur e thot Parlamenti, ku kë përfaqëson Mogherini pastaj pyetja është, po do të ka gjatë do shohin intervistë më interesante njerëzit. Kë përfaqëson Mogherini në të mirën e zotit Bumçi. Do shohin një intervistë tjetër më interesante se sa këtë. Përfaqëson vetveten. Po si përfaqësova vetveten zonja Mogherini? Por e shkarkoni dhe atë si Ramën konkrete. Më falë se e ke këtu, mund të nxjerrësh. Koqiançis, ai tha gazetares, i ka përmendur zgjedhjet, ai thot këtë gjë. Po e thot me se e ke aty live. Po mund t'ja ketë përmendur kryeministri nëse ja u ka thënë juve në takim. Tani ne nuk e dimë të çfarë ka telefoni përmendur. prishur, a mund të flasim ajo vetëm pati rradh. një konferencë për shtyp. Po konferenca është një segment i vizitës. Çdo zyrtar që vjen, ose nuk bën konferencë për shtyp dhe i lën takimet tet a tet, ose kur ka një konferencë për shtyp, flet për qëndrimin e BE-s. Dhe zonja Mogherini nuk mund tash ne të gënjejmë këtu dhe themi që përmendi zgjedhjet. Zonja Mogherini nuk i përmendi zgjedhjet. Dhe kur gazetarja pyeti në konferencë, jo, se kam gazetarë që kanë ndjekur konferencën, janë përmendur zgjedhjet në komunikimin pa pyetje përgjigje që ka pasur nuk ka përmendur Mogherini zgjedhjet. Dhe kur Koqiançi se pyeti pse s'përmendi zgjedhjet, krimin dhe drogën, kur këto janë qëndrimet BE-s, këto janë qëndrimet BE-s. I tha që i ka përmendur. Nëse zonja i pas ka përmendur atëre që ka njësoj si ne. Ore ta shkarkojmë dhe Mogherinin më burr, futeni te kërkesat, qeveri teknike, shkarkimi i Mogherinit, shkarkimi i Donald Lu, shkarkimi i kryeministrit japonis, po futeni më të gjitha aty nga ajo që nuk e ka tenda dëshirave. Ja, Ervin, të lutem. Po tash po kam një kërkesë për dy zotrin që përfaqësojnë palët politike në që ta balancojmë zoti Çipa kishte, unë kërkova. Unë kam një kërkesë për dy përfaqësuesit që i përkasin dy palëve kryesore politike këtu. Ky është një medium që është i organizuar për jush për të pasur diskutim dhe jo për të dëgjuar fjalimet e njëri tjetrit, sepse është kohë e reduktuar televizive. Kështu që ju lutem shumë, retorika në një debat të tillë nuk vlen. Vlen për elektoratin, po të besoj do kesh problemi është ajo që ne quajmë retorikë. Jo, unë kam për zotin Bumçi. Atëherë më fal. Qëndrimi BE-s tonë është vetëm reforma drejtësie, kjo është gënjeshtër. Ka mundsi qëndrimi BE-s është fola fare. Unë nuk fola kur flisni ju. Të lutem, ki respekt për komunikimin. Po jo pra unë nuk të lutem, ka mundsi, të lutem, mos më ndryjnë kontin. Jo pra jo. Kolegu tuaj që e keni kundërshtar politik ndrysh sa duash. Ma lijoni mua ta monitoroj se kam mas të kohë. Te koha ime nuk do ndrysh. Ta jap fjalën më njëherë më brapa për të përgjigjur pastaj. Jo, e kam me zotin Bumçi që mos ndërpresi. Jo, te koha ime s'ka pse të ndryj fare, se s'kam ardhur unë këtu për të dëgjuar. Kam ardhur për të qenë atraktiv, marr të jap komunikim. Dhe natyrisht për të bërë diskutim. Un kam një arsyetim dhe tu do t'ja bëj pastaj si pyetje edhe dy zotrinet politikës. Unë si qytetar i këtij vendi dhe si gazetar që e ndjek politikën me vëmendshmëri për çdo ditë, kam një perceptim të tillë. Pse? Procesi i dekriminalizimit është një proces që po funksionon. Dhe rezistencë, po funksionon. Nuk ka rezistencë institucionale që e bllokon për asnjë kazus që ngre opozita. Unë nuk di në një rast. Nëse ka, kërkoj ndjes, po unë deri tani ato që janë bërë denoncime zyrtare prej opozitës dhe ka vazhduar një procedim i cili vazhdon. Dhe de facto ne kemi një perceptim që duket. Ndërsa procesi i reformës drejtësi është komplet i bllokuar. Pse? Tani këtu mund të përgjigjem. Shumë faleminderit. Atëherë, ti marrim me radhë. Kush thot që në këtë vend mund të ketë reformë drejtësi, kur gjithë vendi është me drogë? Pra mund të ekzistojë. Po i njëjti kryeministër që e mbush vendin me drogë, është dhe për reformën drejtësi.
Po pse janë të lidhura këto të dyja? Na e shpjegoni pak. Po mirë, besoj qofse nuk e kuptoni, na kuptojnë qytetarët. Jo, unë jam për bërë pyetje, na shpjegoni neve dhe njëti person që e mbushi Shqipëri me drogë thotë jam dhe për reformën drejtësi. Droga dhe drejtësia Ilva nuk shkojnë bashkë. E keni bërë bashkë reformën drejtësi? Nuk shkojnë bashkë. 140 vota. Jo, pa ti marrim me radhë. Kush beson që po njëti kryeministër që i bëri njerëzit me shkuar kriminale, deputet, kryetar bashkisht, zyrtar të lartë, po njëti që i promovon krimin, është dhe për reformën drejtësi. Unë e kam vështirë ta besoj këtë. Dhe kush beson që me zgjedhje të vjedhura, siç thotë ambasadori amerikan, u bë ka dhe reforma në drejtësi, nuk mund bëhet. Nuk është ishull reforma në drejtësi, ishull që nuk preket nga çfarë zhvillohet. Nuk është. Këto janë parakushte. Pa zgjedhje të lira, pa luftuar drogën, pa luftuar krimin, nuk mund të kesh reformë në drejtësi. Vim te, pra, bëhen zgjedhjet e lira, do bëhet dhe reforma në drejtësi. Aldo, ishte pyetje ishte për tjetër gjë, lutem. Unë nuk bëra një pyetje që të jap mundësi ta vazhdo fjalimin aty ku e le. Për dekriminalizimin. Po pra, më jep përgjigje për këtë. Për këtë. Kryeministri për fatin e keq që ka kthyer një dokument pa vlerë. Kë, dekriminalizimi. Po, dekriminalizimi. Dhe do i marr një shembull. Po ju marr Elvis Roshi. Mezi e shkarkoi, ai dha dorëheqjen, e riktheu dorëheqjen, nuk mund ta rikthente dorëheqjen nëse dikush si kishte thënë. Erdhën faktet nga Italia dhe Zvicra, u detyrua ta shkarkoj, me shumë vështirësi. Mbasi e shkarkoj, ai del në krah të ministrit financave, i ngarkuar për drejtuar fushatën zgjedhore në atë rreth. Pra ministri i financave del në krah përpara gjithë Partisë Socialiste të Kavajës, dhe i drejtohet kryetari i bashkisë, ishte i shkarkuar, dhe ai drejtohet të jetë deputeti ynë. Çfarë dekriminalizimi ka këtu? Çfarë dekriminalizimi ka këtu? Po e kishte shkarkuar, pra, i thotë ti je në drejtimin ton. Mirë, po sistemi funksionoi, gjykata kushtetuese momentin më të jetë në detyrë. Jo, nuk është në detyrë, por ti e ke në krye të punëve. Ti e ke në krye, ti e ke nxjerr socialistëve përpara. Dhe a e dini socialistë e Kavajës se Elvis Roshi është në krye të punëve, po? Pse nxorrin televizor? A mendoni që një kryeministër që nëse ka një gjë si ta largojmë nga Shqipëria, ka një gjë, po çka kanë përqendrimi jemi në nëse ka një arritje, kjo qeveri është propaganda. Dalën në televizor, propaganda. Dhe a mendoni që del Elvis Roshi në televizor ka mundësi tani të japësh një përgjigje më inteligjente, të lutem. Shumë inteligjente është. Po jo nuk është fare. Po nëse nuk e nga momenti po të lutem, pra të lutem, ka mundësi. Atëre ka dy, ose je naiv ose nuk do. Ta kuptosh sepse nuk i përmbush kriteret përballë teje për të qenë naiv. Nëse merr Elvis Roshi, përballë teje, nuk i përmbush dot kriteret, po. Atëre ti e pranon këtë situatë dhe ti nuk do ta kundërshtosh, nuk ka këtu të thuash. Nuk është përgjigje inteligjente. Elvis Roshi në krah të Arben Ahmetajt, mbasi është shkarkuar, që i thotë ti je kryetari i bashkisë përpara gjithë socialistëve Kavajës. Çfarë është? Është njeri pa pushtet apo me pushtet? Pse e mban ky këtë njeri? Pse e mban? Pse nxorrin televizor? Pse nxorrin televizor? Mëse nuk nxjerr. Edi Rama, nëse ka një punë të bërë, këto vite është propaganda. Agitacion e propaganda. A ka mundësi ta nxorrin televizor për të thënë të gjithë njerëzve. Unë nuk i lëshoj gjest. Unë nuk i lëshoj njerëzit e mi. Po jo pra lëshoj njerëzit e mi. E zaurove argumentin. Jo se nuk të pëlqen ty argumenti prandaj. Nuk i lëshoj njerëzit e mi dhe në të gjithë Shqipërinë. Në të gjithë Shqipërinë i tha në gjithë Shqipërinë, do ju kemë prapë, siç ka me Elvis Roshi. Këtë i tha. Okej. Shiko, nuk të pyeta për një rast dhe për një emër. Unë ju pyeta për një proces. S'ke për të marrë përgjigje. Ju nuk më përgjigje dhe nuk do bëjmë më pyetje. Bile duhet më falënderosh që të dash kohë shtesë për ta vazhduar fjalimin. Nuk ka dekriminalizim, nëse nxjerr po si nuk ka mor. Po pse janë nxjerr gjithë Po cilët socialistët janë? Or zotri, nëse ai nuk firmos më si kryetar bashkie për mua funksionon. Ti je personi që drejton Partinë Socialiste. Ti e drejtuesi i fushatës. Ore, politikisht çfarë bën ai socialistët dhe mua më duhet. O zotri i ka dhënë një mandat. I ka dhënë një mandat në emër të sovranit. Dhe nëse ai person nuk firmos më. Sander ne po flasim politikisht. Nuk mund të rizgjidhet më ai, o zoti Burçi, nuk zgjidhet. Të ardhur në qeveri. Bëri aleancë me këto njerëz. Jo, nuk po nxjem, unë jam i qetë fare për këtë gjë. Nga kjo aleancë, Edi Rama. Nëse qëllimi, nga aleanca me këto njerëz, a u distancua? Nuk u distancua. Kjo është pra që nuk ka dekriminalizim. Mendojmë që kemi ardhur për të bërë pak analizë, nuk kemi ardhur për dëgjuar. Po e mbajmë pra, po tani do i kthej përgjigje. Pjesën e dytë e ka dominuar zoti Bumçi, është e drejtë. Pas publicitetit e vazhdon. Jo, e kam dominuar, janë argumentat favorit ton. Janë argumentat se nuk ka këtu dominim intelektual. Siguroj që ka argumenta paneli plot që mund ta kalojnë atë. Që nuk beson që është e vërtetë panelizimi i Shqipërisë. Që është kriminalizimi i vendit që nuk është e vërtetë. Pas publicitetit e vazhdojmë një herë. Ja, një sekond, të lutem, që pasim duhet shkojmë publicitet. S'kam për ta bënë një herë, kështu do rri pa fol fare. Do t'jap unë kohën. Po s'merret kështu kohë.
Do të japun pra se kemi me Po bëjmë monitoring. me atë minutazhin edhe s'ka Pas sens. publicitetit. Jemi rikthyer për të vazhduar debatin. Afrim, kështë diçka për pjesën e dekriminalizimit, argumentat që dhanë zoti Bumçi? Jo, nuk kam lidhe me panelin, kam lidhe me tematikën. Me tematikën kam 3 gjëra. Dhe me debatin që po bëjmë. Spari për dekriminalizimin është proces jashtëzakonisht i vonuar dhe praktikisht shqetësimi im kryesor nuk është thjesht që po largohen ndaj individ, se këta janë lajm i mirë. Madje lajmërimi i sot prokurorisë për 2 kryebashkia është lajm shumë i mirë. Por ngelen edhe 8 tjerë dhe janë nga 3 partitë ndryshme politike. Dhe së dyti 8 të tjerë apo 3 të tjerë? 3 partitë, 8 individ në 3 partitë ndryshme politike. Dhe së dyti problemi është përse partitë nuk i përjashtojnë nga rrallët e tyre individet të cilët janë zyrtarisht janë larguar për shkak të dekriminalizimit. Dhe asnjë parti nuk i ka përjashtuar. Dhe ky është problemi i madh, se imuniteti politik është shumë i madh sa imuniteti ligjor dhe kjo nuk ndodh me një parti përsëris, ndodh me gjitha partitë. Së dyti në lidhje me reformën drejtësi. Unë i mbajmë pikpamjen se asnjë apal nuk e do reformën drejtësi. Por unë praktikisht nëse do më jepja ndonjë këshill ose po themi do kishe vlerë fjala, unë nuk arrit dot ta imagjinoj që PD-ja nuk përfitoi nga situata për një partneritet ndërkombëtar për shkuar në parlament dhe për të krijuar atë quhet komisioni vettingut. Do kishte përfitim vetë ajo, do kishte përfitim edhe protesta e saj, do kishte seriozitet në raport me faktorin ndërkombëtar dhe do hiqte kritikën kryesore që i bëhet sot faktorin ndërkombëtar, sepse ajo është pika 1, pastaj vijnë pikat e dyta. Së tretin lidhje me problematikën e zgjedhjeve. Unë do dëshiroja të kishe një platformë konkrete, sepse të gjithë duam zgjedhje dhe personalisht bashkohem, po thejmë edhe me shqetësim në zgjedhje. Por dua di si është zgjidhja, sepse edhe po bënesë qeveri teknike, por më nuk zgjidhet asgjë. Pastaj do krijojmë ne çadër kundër atyre që krijojnë qeveri koalicione dhe qeveri teknike. Sepse ne duam të zërohet demokracia, të ndryshojë sistemi elektoral, të votojnë emigrantët, të ketë më shumë konkurrencë dhe shanse për konkurrencë, të mos kontrollojnë PD dhe PS, parse dhe PD administrimin zgjedhor, të ketë reformë në administrimin e partive, financiar të partive politike. Dhe element tjerë për cilët askush nuk flet. Ketë demokraci të brendshme në parti politike. Ketë demokraci të ketë konkurrim, mos përjashtojnë njerëzit që flasin, po themi, japin zëra kritik dhe ne dijmë që praktikisht të lloj tensionesh i përjashtojnë. Kështu që kontradiktore. Kush nga këto? Konkurenca në parti. Ku s'ka konkurrencë i partish, ka hapi tjetër 3. Po di më, kështu thuaj në atë kohë, por ne flasim. Jo, më kjo është që të kërkosh ti thush, ti bish derës ore bëuni konkurrent ju se patjetër duhet të bëheni ju. Ja ku ka 60 parti. Jo, fale, po si argument. Jo, dakor, si argument unë të citoj, jo të lutem. Ne një nani Kushtetutës së Shqipërisë dhe ligji i partive politike i detyron partitë dhe unë nuk kërkoj partitë të bëjnë zgjedhje, unë kërkoj të zbatojnë ligjin e Kushtetutën. Dhe në këtë rast e kanë shkel dhe ligjin dhe Kushtetutën. Për konkurrencën e brendshme? Po, e ka parim e ke në ligj. E ke lexuar mati konkurrencës, s'ka si konkurometër që mat konkurrencën. Periodike, jo të lutem. Thot demokracia e brendshme, zgjedhje periodike të rregullta. Dhe në rastin e partisë PS-s për shembull, kryetari i partisë qëndroi 2 vjet pa mandat dhe bëri referendum që mos votohet prapë. Do ky ishte paradoks i madh. Fare, s'është ashtu. Megjithatë nuk ishte kjo tema bisedë, vazhdo. Është 2015. Ore është demokraci, le të votojnë njerëz për njëri më demokratike brenda partisë vet dhe konkurrencës vet. Gjithsa përmend un po them, është shkelur ligji dhe kushtetuta. Besoj se këto 2 gjëra janë pak serioze në Shqipëri, dhe kur flasim tryeza të tilla. Po se nuk është ashtu, se ne e shohim ndryshe aty. Po di që shikoni, unë e di. Do ta ndryshosh sistemin, hajde ndryshoj nga brenda, por nuk duket ky problem kaq nuk ka konkurrencë parti. Ne themi që ka konkurrencë, ndryshe s'do ishim këtu. Jo, problemi i madh, problemi i madh është që duke pasur personalizim dhe duke mos pasur demokraci nga brendshme, i gjithë pushteti personalizohet në emër e individit, siç edhe po ndodh, siç ka ndodhur në partitë janë si çdo institucion tjetër në Shqipëri. Janë perfekte, po nuk funksionojnë. Sapo folëm, nuk është kjo tema bisedës. Pikërisht prapë, unë po them, unë kërkoj zbatim ligjit dhe kushtetutë. Po di që normalisht le të atrofizohet një parti, kur nuk bën, do votojnë tjetër. Di, por PS-ja kur ishin në opozim rëndë parime të tjera, kur në pushtet edhe argumenti i zotit Bumçi i Partisë Demokratike, që s'mund të ketë reformë drejtësi pas zgjedhjeve të lira. Problemi është i tillë, të jem pak më e di çfarë i bën mirë opozitës. Ai ka krijuar një tribunë aty ku fton qytetarë për shkuar për të folur dhe zakonisht shkojnë edhe individë të cilët në përgjithësi nuk janë votues. Po janë individë të cilët duan të shpejnë shqetësim publik dhe kjo është lajm i mirë. Si janë votues kujt të Partisë Demokratike? Kemi raste edhe publik, njerëz që kanë shkuar që është lajm i mirë, por mënyra se si PD e përcjell mesazhin. Është, domthonë ka dy lloj mesazhi politik. O do ti fyesh gjithë dhe do thuash ti je jashtë sistemit dhe do bësh i papranueshëm, ose do të tregosh një sjellje qytetarie, do thush 3 argumenta, do veprosh brenda sistemit, do pranosh përgjegjësitë tua dhe do thuash këto janë gabimet e mia dhe unë jam gati të reflektoj në 3-4-5 pika.
Ky element i mungon tërësisht aksioni kryesor të opozitës. Ne nuk kemi një individ të korruptuar dhe të dënuar nga gjykata, që sapo ka dalë nga burgu dhe që ka marrë pjesë, që është distancuar publikisht duke thënë ky individ për këtë lloj kritere morale nuk na përfaqëson ne. Dhe ne kemi gabuar në 4 pika dhe për këta 4 pika mbajmë përgjegjësi. Kështu që ky lloj katarsisi politik e bën edhe mesazhin për cilin jap e bën praktikisht gati, nuk po them tërësisht pa besueshëm, po e bën komprometueshëm. Kurse lajmi tjetër që po themi kryeministri është i dobët, unë e thash që është i dobët, më thonë shi, por për mua është lajm i mirë kjo. Ne kemi frikë nga individet të cilët janë super pushtetshëm në këtë vend. Pse janë i dobët do thotë rritet ajo që quhet balanca politike dhe ky bën mirë edhe qeverisë edhe opozitës dhe Shqipërisë, nëse do ketë një sens përgjegjësie dhe sens mase. Dhe elementi tjetër është e papranueshme, se ne këtu jemi njerëz publik dhe secili prej nesh kemi edhe i CV, qoftë profesionale, qoftë edhe politike etj dhe e njohim njëri tjetrin ditë mira dhe të këqija. Është e papranueshme dhe nuk arrit dot të gjej argument as te zoti Rama as te zoti Basha përse nuk ka dialog politik. Përse palët nuk ulen, pse palët nuk bisedojnë, pse nuk krijojnë delegacione, pse nuk i dërgojnë paketa propozimesh njëri tjetrit dhe pse nuk gjen ndoshta edhe një faktor qoftë presidenti i Republikës nga brenda apo një faktor të jashtëm negociator për t'i dhënë një lloj drite jeshile shansit për zgjidhje, sepse nuk është një konflikt me dy styr partive. Kjo është një kosto e madhe publike, po dëmtohet gjithçka që ne kemi dhe ky vend po bëhet i pabanueshëm dhe i pavjetueshëm dhe prej kuj? Prej këtyre lloj modeleve. Pse nuk ka dialog? S'ka dialog sepse unë personalisht mendoj që agjendat... Jo me radhë, meqense u përmend. Unë personalisht mendoj që agjendat partijake dhe elektorale dominojnë mbi agjendën publike. Dhe kur njerëzit flasin Shqipëria, demokracia etj e kanë menjen te 18 qershori ose atje që vjen produkt, po themi, nuk lidhet me interesin e madh publik. Nëse një politikan mendon vërtet interesin publik, është i gatshëm me akte konkrete të sakrifikojë diçka në hir të interesit publik. Ne nuk kemi një rast konkret që njëra nga palët po sakrifikon diçka për interesin publik. Ju pyesni pse nuk kuvendojnë palët? Jo më të diskutojnë, të zgjidhin. zgjidhin. Pse nuk kuvendojnë palët? Në Shqip, diskutimi, kuvendim, po pra kuvendim. Dialogojnë, po. Kuvendim. Bëhet në kuvend. Dhe këtë s'është bërkur. Okej. Dialogu është greqisht, kuvendimi është shqip, që është kuvendi, ose parlamenti, parlare, dhe të gjithë këtë po thonë, të gjitha palët që heri dëgjojnë, heri nuk dëgjojnë Partitë Demokratike, futunin kuvend dhe flisni sa doni aty dhe vazhdoni. Unë e kuptoj që ka shumë pulse tenda, dakord, po shprehen shumë idera, i vlen, tregojnë karikatura, shumë e bukur, është në vetë, blidhen 200 veta para dite mbas dite. Shumë e bukur, ta marrin ta vendosin ke oborri Partisë Demokratike. Qoftë dhe me i vend tjetër që ke liçeni, ku doni. Zhbllokohet aty të paktën trafiku, po kryesorja është zhbllokojnë reformën drejtësi. Ne nuk po themi që kemi qeverisje perfekte, asnjë mazhorancë perfekte, sepse janë forca politike që paraqesin interesa elektoral. Dhe kjo është shoqëria shqiptare, ashtu janë dhe interesat. Por vullneti i kësaj mazhorance ka qenë që në fillim për reforma, dhe dihet që reformat janë të dhimbshme. Një mazhorancë, siç kanë pasur zoti Bum që ka qenë dhe ministër, kanë pas një mazhorancë me 71, 72, 73 vota. Nuk i bënin dot reformat, se nuk i kapnin dot. 84, 85 as nuk i ndronin dot. Dhe ndoshta nuk kishin as pasionin për të bërë reforma, se reformat kanë një kosto. Ama kemi një vullnet super të pastër, kristal nga kjo mazhorancë, nga kryeministri Rama për të marrë reformat. Dhe është thënë, dhe në netët e fundit para 21 korrikut, kur votoi për reformën në drejtësi me 140 vota. Dhe 2 net para se të votoi, zoti Donald Lu, ambasadori amerikan, tha që ishte e papërgjegjshme sjellja e zotit Basha, ndërkohë që gjithë palët e tjera ishin që të votohej, dhe nga Partia Socialiste ka qenë qëndrimi që silleni si thonë partnerët tanë ndërkombëtar strategjik, ashtu siç u bë në fund, dhe ne votojmë. Pra ne kemi pasur gjithmonë vullnetin. Dhe sot po ta shikosh në retrospektiv, kupton që 18 shkurti nuk është se këta kuptuan më në fund që këtu që nga Bërnami u zgjuan një ditë, ishte në gjumë zoti Basha, u zgjua, hapi sytë edhe pa që, me 17 shkurt që nga Bërnami, ne nuk flasim më me këtë qeveri. Ndërkohë që vinin në parlament, votuan dhe me 140 vota në korrike gjitha bashkë. E vetmja gjë është që një javë para se të bëj procesi vetting, dhe ku do fillon dhe me të vërtet funksionon të reforma në drejtësi, që thiqen gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar, dhe më në fund të ndëshkojnë dhe politikanët, aty pa prit mas u bloku reforma në drejtësi. Pse? Këto të gjitha teorit, i thash, janë shumë të gjata, shumë të mira, për fushat, dakord, i kuptoj, unë i respektoj. Janë argumentat e opozitës, leti përdorin fushat. Unë kam një më të thjesht fare, dhe zakonisht e më të thjesht është e vërteta. Zoti Basha ka një çështje të vetën me drejtësinë. Nuk është se po ruan, s'po tregohet as altruist, as po i kthen favorin zotit Berisha. Nuk presun. Ka një çështje vetë, rrugën Rëshel Kalimash, një vjedhje për 1,5 miliard euro, që ka qenë prokurori, zoti Basha në atë kohë herë ishte me grip, herë ishte i ftohur,
herë, si mas periudhave të kohës, kush e di çfarë ndodhte dhe nuk shkonte të paraqiten në prokurori, dhe ka një çështje akoma të hapur. Në sistemin amerikan, ju dini shumë mirë, janë sot 3500 gjyqtar. Mjaftoi një gjyqtar në Seattle, më vonë dhe një në Havaj, të bllokonte urdhrin ekzekutiv të zotit Trump. Mjafton nesër me reformën drejtësi, një prokuror nga Tropoja dhe një gjyqtar nga Saranda, ta marrin zotin Basha ta çojnë para drejtësisë. Se dosja Rëshen Kalimash është akoma e hapur, zoti Basha nuk është përballur me atë. Dhe kjo është e vërteta. Gjithë të tjerat pastaj janë innuendo për ta zgjatur sa më shumë procesin. Letë sjellin ato njerëzit në komisionin e vettingut, 3 deputet më duhen, derisa e duhen kaq shumë. Mirë, po. Dhe letë fillojnë të funksionojnë ata. Dhe kur të vinë ata tuaj, do të fusin brenda edhe të PS-s, edhe të PD-s, edhe të gjithë ata që e meritojnë. S'është bllokuar procesi. Hapini rrugën. Procesi është komplet i bllokuar. Jo, s'është bllokuar. Ka kandidatura. Ka kandidatura. Ore, Parlamenti ja ktheu avokatit popull Hajde në ngrim komisionin ad hoc. Kjo ishte teknike. Janë kandidaturat, janë kandidaturat, do vinë kandidaturat, se shqiptarët janë gati. Po kur shohin që ju e ktheni në çështje politike, dhe ata juristë të ndershëm që mund të vinin dhe ta aplikonin dhe të ishin gati, e shikojnë që gjithçka është kthyer në një cirk. Dhe ndërkohë kanë ardhur tuaj, duan na shpëtojnë ne, dhe ne gjysma jonë s'duat të shpëtohet. Në qoftë se do kishte kaq shumë rezonancë kjo çështja juaj, nuk do ishte vetëm 200 veta në çadër, po do mbushej bulevardi për ditë, do kishte edhe në qytete të tjera. Ndërkohë që ju gjithçka e keni të orkestruar me një koreografi aty, një herë në mëngjes, një herë mbasdite. Dhe ky është problemi. Por ne s'ka problem, le të vazhdojnë të protestojnë edhe aty, punë e madhe se s'kalojnë autobusët. Zhbllokoni procesin e vettingut, sepse i vetmi garant, se këta çfarë thonë, edhe një paradoks tjetër i vogël. Një qeveri teknike thotë do na japin e garantin. Po kush do jenë ato të qeverisë teknike? Dhe nuk do jenë në gravitetin e Ramës edhe të Metës ata të qeverisë teknike? Ju thoni që të keni ju një vullnet politik që tuleni nga karrika që të vim ne. Është ashtu si ti thuash, sipas jush, ujku t'ia vanin mulçin qaf. Kush është oferta? Vetëm drejtësia, vetëm drejtësia procesi vettingut. Hajde në parlament dhe bëjmë atë dialog. Mirë, pse kjo tjetra zbriti se unë më fal. Vite ke kjo. Për mua, vetëm drejtësia, kur kryeministra dhe deputetët kenë frikë se do shkojnë në burg po vodën zgjedhje, vetëm atëherë ka garanci. Po kjo me vullnet politik, tashi, po pse ç'a garancie do ketë zoti Bumçi nga një qeveri teknike që do jetë po një person që do ndikohet. Po majoranca është po me ato 84 numra që do e votojë. Dhe do ketë po ato njerëz dhe ligjet do kalojnë po ato. Dhe kush është oferta? Ne po i themi hajde në parlament dhe flasim. Ndërkohë që këta thonë ultimative, largohet ai. Po më fal zotri. Tashi ja po e zëm se ishin 20.000 protestues atë ditën e madhe që u bën nami sipas këtyre. Janë 20.000 protestues. Tash ne kemi 1 milion vota. Dhe kjo s'është demokratike, sepse në një moment të caktuar ti zgjohesh, atë më dëgjoj. Zgjohesh me datë deputet të opozitës. Ke një detyrim moral. Ke 8 deputet mazhorancë që kanë votuar shqiptarë në vitin 2013 për opozitë, kanë kaluar mazhorancën. Dhe këta ju keni si mazhorancë ka një përgjegjësi publike. Keni një përgjegjësi publike. Por me shifra çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë ka vlerë. Po ka vlerë. Jo, pra nuk ka vlerë. Unë e di që mazhorancat vendosen. Po më fal tash si e mbajti zoti Berisha në fund. Tash mos fillim nga ato teoritë. Ju mos bëni si ai, ju keni thënë të bëjmë ndryshe. Po bëjmë fare, ne nuk e kemi mazhorancën me ata fare. Ju keni PDU ndale dhe 4 deputet që kanë kaluar me mazhorancë, çfarë flet republikanë të tjerë. Votojnë sepse ju është mbushur mendja që kjo është mazhorancë. Kanë kaluar parti, votojnë për reformat. Nuk votojnë për keni përgjegjësi. Ore kërkoja një atyre më fal. Për Afrikën, po po themi tjetër gjë tash. Mos i hyj asaj pjesë moralit. Dakord më, din fushat me kët. Por e thuaj se mban ndoshta si argument. Unë po them këtë, nuk ulet një qeveri që ka ardhur me 1 milion vota nga 20.000 njerëz që dihet që janë votues Partisë Demokratike më të thekur. Dhe vazhdojnë të jenë 200 sot. Qeveria përgjithshme edhe para një qytetari. Ore tash si ti themi ne atyre 1 milion votues. Çështja e dialogut që preku afrimi shumë e rëndësishme, shumë e rëndësishme. Se qoftë edhe për të mbërritur qeveria teknike duhet dialogohet, s'ka si të mënyrë tjetër. Po. 2 fjalë përpara se them për atë. Në 4 vite, kryeministri i vendit që është deputeti i Vlorës nuk po mbaron dot lungomaren, që është asgjë. Si vepër. Shumë e lehtë. Në 4 vite ne jo vetëm bëm rrugën e Kombit, 2 tunele 5.6 kilometra, 27 ura, po bëm rrugën e Bregut, një rrugë që e kanë nxjerr veten me tregtinë me Kosovën, me zhvillimin e turizmit, shikoni dhënat i keni aty. Tani të vite të dialogu. Unë mendoj që zoti Rama shpërdoroi dogji një moment të art. Jo se s'ka pas dialog Shqipëria, kemi pas marrëveshjen Nano Berisha në vitin 2002. Një marrëveshje që e nxori Shqipërinë nga një periudhë shumë e errët deri në zgjedhjet e 2001-shit. U bë marrëveshje presidenti konsensual, institucionet që ishin tërësisht njëanshme, ndërhynin zgjedhje si shërbimi informativ, prokurori përgjithshëm e tjerë, pra pati një maturim demokracisë shqiptare që u reflektua në 2003-2005.
Pra ka pas Shqipëria dialog. Por unë mendoj momentin që zoti Rama fitoi me një shumicë komode, kryetari i Partisë Demokratike, zoti Berisha dha dorëheqjen, një kryetar i ri që e nisi, unë dëshiroj ta theksoj këtë duke uruar suksese qeverisë. Një gjuhë e pa dëgjuar më parë. Në fjalimin e parë zotit Basha pa fillu seanca e parë plenare, tha i uroj suksese, mbas 4 vjetësh në dëshirim të gjejmë Shqipëri më të mirë se kjo që është sot. A kishte mundësi me ndërtuar dialog? Po. Një opozit, një kryetar i ri që donte kohën e tij, një opozit me numra modest, çfarë pengonte zotin Rama ndërtonte një marrëdhënie normale? Nuk e bëri këtë. 2 javë e para mori deputetin e parë. Po pritme se nuk i ofrove asgjë kësaj opozite për cilat janë platformat, çfarë do të bësh? Mori deputetin që 2 javëshin e parë, 10 ditë para, u mori deputeti i parë, e bën 84. Mori leseja. Po prap, shumë. Mori maggioranza do të thotë. Si u merr kanë deputetët që u burr. Po mirë, dakor, nuk merr. Po çfarë njerëzish e pasën? Kjo është një moment që zoti Rama shpërdoroi për ndërtuar një dialog në një moment që ishte tërësisht e mundur. E dyta, kishim zgjedhjet në Dibër. Dibrën dhe mund ta humbte Partia Socialiste, nuk ishte fundi i botës, dhe mund ta fitonte. Edhe mund ta fitonte me por siç mund ta humbte edhe Partia Demokratike. Po patjetër. Si ishte fundi i botës. Po pyetja është që në 2015-ën, kur kjo qeveri ishte shumë më pak e konsumuar, se ishte 1 vit e gjysmë nga marrja e qeverisë, e fitoi Dibrën me 400 vota, rreth 400 vota plus. Mbas një viti, mbas një skandali të rënd nga kandidati i tyre, nga kryetari i bashkisë, pas një punë Dibër, asnjë punë nuk kishte bërë Dibër, kam qëndruar 3 javë atje, asnjë punë. E fitojnë me 4.000. Çfarë ndodhi? U blend Jo, nuk kanë bler 4.000, jo Ilva, nuk blen 4.000, po është kur ti përqendron overdozën e pushtetit, droga, lekët, patjetër ti e devijon një elektorat. Varfëria ishte e pranishme. Me drogën ti kërcënon njerëzit, ka një shembull nga komuna e Selishtës. Ishte mbjell me drogë, po ju prish vetëm disave që duket nuk ju bindën. Pra, ne pam në Dibër formulën që zoti Rama kishte zgjedhur për siguruar zgjedhjet. Atëherë s'kishte më dialog këtu. Prap, nuk ndaluam aty. Në maj të 2016... Pse s'ndaluat aty, më fal? Një pyetje kështu, pse s'ndaluat kur pat që u bë një krim kaq i rënd demokracisë? Pse s'bojkotuat atëherë? Po pse tani? Para vetingut. Më fal se po ndërtoj argumentin. Po jo, pra jo, pse s'bojkotuat atëherë? Në atë moment. Pat një krim ndaj demokracisë, që s'e keni thënë as prokurorime as. Ishim me vullnet mirë. Po si me vullnet? Jo, më kur shef një krim demokratik ndërhyrë. Orvin, në maj 2015, se ti je njëri me parime, je forcë me parime. Maj 2016, pse s'ndërhyt? Ne kemi propozuar votimin elektronik. Në maj 2016 është me dokument në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Pse kishte të vështirë që të pranojë votimin elektronik? Sot nuk bëhet. Mirë pra, atëherë nëse ti me opozitën i jep si mesazh Dibrën, kur s'kishe fare nevojë. Po pse ti ke më besim ke votimi elektronike? Po kush do kontrolloj serverin e asaj? Kërkon votimin elektronik. Nuk bëhet votimi elektronik. Dhe ti përgjigje ke vetëm arrogancën dhe nuk bëhet. Dhe i thua Dibra shembulli, zgjedhjet lokale 2015-s, as votim elektronik asgjë nuk ka. Atëherë kush e ka mbyllur dialogun? Kto e ka mbyllur opozita dialogun? Jo. Dialogun nuk e ka mbyllur opozita. Dialogun e ka mbyllur një kryeministër i cili e thash dhe një herë deri para 2 muajsh, 1 muaj. Mendonte që ishte zot i këtij vendi. Kishte policin, po kishte edhe krimin. Kishte edhe kulaçin dhe kërbaçin. Aldo, më falë, bëj një pyetje direkte. Është e gatshme opozita për dialog sot? Po opozita tashmë ka arritur në një pikë që gjykon që zgjedhjet e lira garantohen me qeveri teknike. Dhe le të votojmë përsëri zotin Rama nëse janë të kënaqur qytetarët ta votojnë përsëri. Le të votojnë një parti tjetër nëse nuk besojnë te PD-ja. Po qeveria teknike nuk ja heq këtë mundësi. Pyetja ime është, ideja është, a jeni dakord për dialog me një faktor ndërkombëtar negociator direkt me partinë apo me PSN apo me ndërkombëtar garanci? Për qeverinë teknike nuk besoj se ka nevojë. Del nesër ambasada amerikane thotë futën kuvend dhe çfarë do thonë pastaj? Ne jemi të gatshëm të ulemi me shumicën dhe të gjejmë ajo do të me mbështetje të gjitha palëve. Dialog dhe me tuajt, po vetëm me kushtet e veta. Jo, ne jemi të gatshëm të ulemi për qeverinë teknike po. Cilat do jenë modalitetet, detyrat që do ketë qeveria teknike për të organizuar. Po për dialog, sepse qeveria teknike do bëhet dialogu që diskutohet për qeverinë teknike. Po dialog për qeverinë teknike. Po pra, po me Ramën do dialogohet. Po pra, për qeverinë teknike jemi të gatshëm, absolutisht po. Vetëm për qeverinë teknike. Po vetëm, po tashmë Dibra ishte përgjigjja e parë. Kërkojmë votim elektronik, po imagjinoni ta kishte dhënë votim elektronik, ne më pas do futeshim zgjedhje. Edhe pse votimi elektronik nuk e zgjidh drogën dhe krimin. Por do ishim futur. Do kishte pranuar si kërkesë. Po kjo është absurde kjo votimi elektronik. Edhe Dibrën.
se do të tregonte forcë. Unë shtyp, opozita nuk ekziston. Unë jam i plot fuqishëm këtë vend. Pra, ai e mbylli dialogun, dogji një mundësi për ta futur këtë vend normalitet dhe dëshiroj ta mbyll me këtë fjali. Jo, mos e mbyll se kemi akoma kohë. Këtë dua të pyes. Si do shkoni për atë qeveria teknike? Atëherë, dy fjalë. Unë mendoj. Sa sens bën kjo kërkesë tani? Një fjalë dëshiroj ta them tu, zoti Rama dogji një mundësi për ta futur vendin për ta ndarë nga ky rreth vicioz konflikti. Konflikti të lodhshëm, që i ka sjell pasoja vendit. Dhe unë besoj që zoti Basha nuk ka sot asnjë militant socialist, besoj unë, që të mendoj që zoti Basha është njëri i konfliktit, që të përdori institucionet kundër opozitës. Ai tha çani gomat e thyni xhamat e të riqini nga makina dhe. Unë besoj që njëri nuk e beson ato që tha. Që zoti Basha është njëri që të përdori konfliktin. Gomat. Do kundërshtarit, do izoloj kundërshtarin nga ana mediatike, do ndaloj biznesin ta financojnë fushat. Jo, zoti Basha e tha luftë do keni. Njerëzit, unë besoj se shpojnë gomat, shajni nga fisi edhe një profil politik krijohet në kohë gjatë, ka 4 vjet në krye të opozitës. Protesta ka 24 ditë dhe është paqësore, ka 24 ditë dhe është paqësore. Nuk është protestë 200 vetave, është protesta më e madhe e bërë 27 vite. Kur këta protestonin, nuk arrinin dot urën. Urën nuk arrinin dot. Ne kemi arritur ministrit. Besoj nuk ka vend për krahasim, por mendoj zoti Basha. Kush i mati këtë tash? Unë besoj. Dakor, nuk i vjen. Mos hyjmë aty debati se kanë parë qytetarë shqiptarë. Zoti Basha është politikani që do ndaloj këtë rreth vicioz, konflikti, lodhje, se nuk është i tillë. Për këtë besoj, nëse për tjerat hajde të diskutojmë reforma ekonomike, paketa fiskale, bujqësisë, këtë besoj nuk ka njëri që nuk e beson, që nuk është politikan e konfliktit, që nuk ulet flasim me kundërshtarin. Si do e arrim? Po dy fjalita do të them. Momentin e parë. Si pra, si do arrihet që ne kemi miratimin që shoqëria shqiptare dhe në atë çadër kanë ardhur persone që nuk janë djathtë, kanë qenë të majt, o të lirë të qendrës dhe kanë ardhur në mbështetje të kauzës zgjedhje të lira kundër drogës, kundër kriminalizimit, tregon që mesazhi ynë ka rezonon është një të njëjtësi vare me shoqërinë shqiptare. Mund merrni më shumë vota, pa hajde në zgjedhje. Desa partnerët ndërkombëtar flasin për të njëjtën gjë. Atëherë kjo është zgjidhja Ilva, nuk mund të jetë zgjidhje kokforcia, kjo është zgjidhja. Qeveria teknike nuk i heq zotit Rama mundësinë për të votuar. Nëse ka hapur vendet e punës që ka premtuar. Jo, qeveria teknike nuk është opsion për zotin Rama. Nëse ka bërë shëndetësim falas, ka ulur taksat për 97%, do votohet atëherë. Do votohet. Mos ketë frikë. Qeveria teknike nuk na jep në asnjë avantazh. E kuptoj. Përveç se i heq atij një mbështetje që ka sot kjo qeveri me kanabizimin dhe me kriminalizimin e votë. Përderisa nuk ju jep avantazh, pse këmbgulni diçka që duket që majoranca s'ka arsye ta pranojë? Nuk i jep avantazh tjetër përveç se kësaj. As juve s'ju jep avantazh. Zoti Rama që thotë kanë bërë punë të mira, është qeveria e reformave, për ato do votohet. Zoti Bumçi, nëse Partia Demokratike ne kemi problemin ka besim tek vetja e saj, le të shkojë në zgjedhje se votat nuk do i preken. Nuk ka zgjedhje në parcelën e drogës, Silva. Nuk mund të ketë. Po si do ta heqë parcelën e drogës qeveria teknike, ministri teknik, se kuptojnë? Po ka, sepse momentin që ti... Po si e 16 burra dhe gra që s'kan lidhje do futen aty do për një muaj do bëjnë mrekulli. Një vullnet tjetër politik, edhe policia reagon ndryshe. A ka mundësi të... Droga në Fushkruj, në fshatet e Tiranës, pista avioni 10 km nga Rinasi, nuk bëhet, nuk mund të është vend shumë i vogël. Dikush ka mbyllur syt, pse ka mbyllur syt? Një policë dikush që ka korruptuar, po të gjithë policët të gjithë policët nuk kanë të korruptuar, Ilva, ka pas një vullnet politik lart që e kanë detyruar. Kur kryeministri del në krah, jo pra nuk është problemi te policia. Ka mundësi. Kur kryeministri del në krah me persona të dënuar dhe i bën kryetar bashkisë dhe deputet, çfarë i kërkon policia? Okej, Bushan. Tash më falës. Qeverit vendosen kutinë e votimit, nuk vendosen tavolinë. Ky është rregulli i parë dhe i vetëm i demokracisë. Kjo qeveri dhe kjo mazhorancë është votuar për 4 vjet, më fal. Për 4 vjet. Tashi, qeveria teknike ndodh vetëm në rastin anormal kur shifra në parlament. Kur s'ka mazhorancë, po. Kur s'ka mazhorancë, kur bie mazhoranca, dhe është matematikisht e vendosur. Ose kur dalin 200.000 veta në shesh. Shqipërisë skandal kurrës dalin. Edhe kjo është e diskutueshme, se kushtot që duhen 200.000 dhe jo 20.000 pastaj. 20.000. E ka vendosur për zotëria, thotë me 1/10 e popullatës, thotë. Të lutem, se po thasë, nuk mos të ndërprer, ma le ta marrë një fjali thash. Jo ti më fyn duke thënë zotëria. Unë po them, përvoja në Rumani, Bullgari, në vende të tjera është kur një numër i madh i qytetarëve kërkon reforma të thella dhe është kundër elitës politike, elitat janë detyruar bëjnë marrëveshje. Të lutem, janë detyruar bëjnë marrëveshje. Shqipëria nuk e ka këtë gjë, sepse dy partitë kryesore kanë nga 300.000 vota. Ndodhi tjetër gjë fare në Rumani. Po di mos po flas për këtë rrallë. Gjithmonë ka ndodhur 3 herë në Rumani deri tani. Unë po them tjetër gjë ti s'më le të mbaroj.
Para në Rumani dolën për të tërhequr një projekt ligj dhe të tërhoqën ata. Kanë dalë 3 herë, është hera 3 që dalën. Po njëta qeveri, ata nuk thanë, pastaj është tjetër gjë mërzotëri, aty nuk e kisha fare këtu, pse? Mirë, mos kundërshto kurse ke fare Po ti më ndërpreve, unë sa thash fjalin, ti ndërprove 3 herë se çfarë thojë. Po nuk ka lidhje ajo që thutin në Rumani. Unë mendoj dolin 200, thotë. Pse jo 220, e bëjmë lojë kungulleshkash pastaj. Tashi e vetmja mënyrë që një qeveri kërkohet është kur bien numrat në parlament, gjë që s'ka ndodhur. E dyta, e ZMS do zgjidhte ky problemin me 15 burrat më të mirë dhe të aftë të Shqipërisë, që ne s'kemi qenë edhe gratë, burra dhe gratë, se për herë parë kemi qeverinë 10 ministra gratë, se vetëm burra. Burra dhe gratë. Dhe ky është lajmi ndoshta më i mirë sot me këto ndryshimet. Do ta bëjmë, nëse ne bëjmë një qeveri teknike me 16 gratë më të mira të Shqipërisë. Kush të garanton ty që me këtë parlament që ke dhe me këtë institucion kaq të kriminalizuar dhe me këtë qeverisje, me çdo tentakull të krimit, këto njerëz që s'kan lidhje fare me këtë realitet do të mund ta kontrollojnë ty dhe të garantojnë. Më fal se nuk ishte për retorike. Kush të garanton ty thash ishte retorike por tash. Kush e garanton opozitën do të? E kisha me Ilvën. Tash më falë burr. Po nuk është opozita Ilvën, opozita e mu. Po pyes Ilvën unë. Opozitë ka dhe qytetarë që na ndjekin. Po. Tashi, kush të garanton ty tashi me qeveri teknike që thuti këto 16 që do i marrim ne që kanë kaq më të mirë se sa të gjitha klasa politike. Dakord jam unë. Ndoshta klasa politike nuk është paradigma apo paragoni i virtytit në Shqipëri dhe nuk paraqet njerëzit më të mirë të shoqërisë shqiptare. Po kush të garanton ty që 16 akademike femra më të mirat e Shqipërisë do të aktualizohen, tokzohen dhe për 45 ditë do të krijon një klimatizim kaq të mirë sa ti do futesh edhe do çarmatizohen gjithë këto grupet e krimit, do zhduket droga, me çfarë magji e bëhet kjo? Dhe po të kishte qenë kështu, s'kishte nevojë fare, po ishte pyetje retorike, mos mu përgjigj më bull. Unë të dëgjova 45 minuta, më dëgjoj më 2 minuta. Situatë nuk erdhi nga mungesa e kapacitetit. Përveç faktit, erdhi nga vullneti i mbrapsht politik. Ma le ta mbaroj tash, të lutem, pse unë flas shumë më shkurt. Flas shumë më shkurt. Përveç faktit që nuk keni asnjë argument politik për të kërkuar qeveri teknike, ju mund të vazhdoni ta kërkoni sa doni më dhe mund të shkoni edhe në zgjedhje po me këtë argument, është e juaja. Se sa do ju ndjekin njerëzit është punë tjetër. Vazhdoni me këtë. E vetmja gjë është kjo. Në radhë parë nuk funksionon kështu në demokraci. Në radhë dytë po të kishte qenë kështu, ne do vazhdoni. Po të ishte kaq e mirë qeveria teknike, ja kishim lënë për 25 vjet qeverinë teknike të Shqipërisë, dhe kishte bën namin, e kishte bën këtu Zvicër, si thatë ju në 90-ën. Jo, s'po bëj çesharak. Po dhe kjo tjetra tash. Ullën 2 baballarët e demokracisë edhe të vendit the filani dhe filani dhe zgjidhen dhe i dhanë dorë njëri tjetrit. Më fal, po pse kjo është baza e demokracisë? Pati një maturim të demokracisë shqiptare. Baza e demokracisë është dialogu. Baza e demokracisë është dialogu. Po jo që më në fund ulen 2 njerëz dhe të binë dakord sepse kështu gjën nga puna. Ishin lidhje me dialogu. Një qeveri punon mirë, bën reforma, për 4 vjet vjen qeveria tjetër kurse duan qytetarët, pse kjo është që të merren vesh 2 baballarët e kombit se gjithmonë që ka mes baballarësh. Jo më vlla, është me votë. Kanë votu njerëzit, për 4 vjet marron ky mandat. Për votën jemi dhe ne. E morët edhe një, për zgjedhje jemi ne. Ne nuk jemi për asnjë zgjedhje pas zgjedhje. Para një vite gjysmë. Po për zgjedhje reale, jo për fasad. Që ka dhe opozit aty, është qeveria po ka dhe opozit. Më në fund të fjalën se e kisha harruar deri tash. Po pra. Ne të kthehemi në formalitet demokratik. Para një vite gjysmë. Ju doni që ne të jemi formalitet demokratik, ka dhe opozit. Më fal, ta mbaroj, të lutem, mos ta baraspeshojmë kohën, pastaj thuaj çat dush. Ju morët shembullin e Dibrës. Thatë që aty pse nga 400 vota vajti me 4000 vota. Ndërkohë the që në Dibër çfarë kishit bërë në Dibër që morët 4000 vota? Skandalin e bëri. Ma le ta mbaroj. Ma le ta mbaroj. Ne ishim Dibër. Por ishte ashtu që me skandale binin qeverit, kishin rënë gjithë qeveritë e botës. Po jo të shkosh nga 400-4000. Po ja ta shpjegoj me time. Ma ta shpjegoj të dëgjova. Cila është akademia që prodhon nga dheu. Bravo. Ma le ta mbaroj. Se kshu i bie. Nga 400 vota, 4000 vota pa fakti që ju forca juaj, që nesër do garantoni votën e lirë dhe vullnetin e qytetarëve. Jo, fakti që ju, si Parti Demokratike, nuk kapët asnjë rast ta çonin prokurori, është lajm shumë i keq për votuesit e juaj dhe mbas 3 muaj. Po lëri me televizionet bënin puajt tonë si opozitë. Klan TV kanë nxjerrë blerje vote me kamera. Dakor, çonin prokurori. Fakti që ju si opozit nuk gjetët një rast... Shefi i komisariatit atje. Të lutem, ma le ta mbaroj mu më burë. U denoncua për drogë, ju kapi vllai për trafik droge, vetë dhe parcelat, parcelat celisht, kanë shku dhe janë korrur në mënyrë selektive. Bëj detyrën si deputet çojnë prokurori. Fakti që ju nuk keni kap asnjë gjë, jo vetëm që tregon që ishit pa aftat në atë ditë,
po nuk thot asnjë gjë të mirë për demokratët dhe mbasi muaj gjysmë, mos keni për të kapur asnjë rast tjetër, sepse ndoshta nuk ka. Dhe qytetarët nuk votojnë vetëm për atë që ndodh në Dibër. Kjo nuk është betejë që bëhet fshatrave dhe lagjeve të Shqipërisë, prandaj jemi përballë kryeministrisë ne. Nuk zgjidhet fshatrave dhe lagjeve të Shqipërisë kjo betejë. Zgjidhet aty ku ka nisë përballë kryeministrisë. Në kuvend zakonisht, përballë kryeministrisë. Dhe ne aty do e zgjidhim këtë betejë. Unë shpresoj që ti thrasim... E vetëm një gjë që kanë dy fjali se do e mbaroj, kur them dy fjali. Ajo që është më e thjeshta, qytetarët e Dibrit, pavarësisht se ndoshta nuk ishte bërë maksimumi i Dibër, panë që ky shtet bën shtet. Ka vullnet të bëj reformën në energji, reformën në arsim, në drejtësi. E këpan që bën në Shqipëri, po presim t'i bëhet në Shqipëri. Po zgjedhet një rast më burr, po nuk keni çuar një rast në prokurori. Në shtëpinë e tij dhe lën Shqipërinë mbushet me drogë. Dhe ky ka bërë shtet. Po bëni detyrën si opozitë, çoni prokurorin. Kthehemi te pjesa e fundit për të parë cilat do të jenë zgjidhja e kësaj krize. Besimin në demokracisë dhe kështu se riktheni me atë çadrën. Jemi kthyer, po flasim për qeverinë teknike në fakt. Në një situatë jashtëzakonshme shkohet në qeveri teknike. Pra kur provokohet një konflikt i madh, kur në Gërdec. Nuk i di këto shembuj konkrete. Ka shumë tjera, po ndoshta edhe ajo mund të jetë një arsye. Çipa, sa hapësirë për dialog, për zgjidhje kanë këto momente që flasim? Çfarë do ndodh në javët e ardhshme? Do të lëviz çadra nga aty ku është? Sipas gjasave dhe pohimeve më të fundit, opozita nuk do të lëviz ende nga çadra në para kryeministrisë. Dhe politikisht ne shohim që po ndodhin disa gjëra të cilat duket se krijojnë shtigje për komunikim politik midis liderëve politik bërës. Të duket sikur po krijojnë shtigje. Po. Leximi im paktën ky është evident. Nga mënyra si ka folur zoti Bumçi sot nuk më duket që janë hap shtigje. Zoti Bumçi nuk ishte kaq me përjashtim në pjesën e parë që i nevojitej për komunikim me elektoratin, pjesa tjetër pastaj ishte shumë janë krijuar shtigje të duken. Po, unë kështu e lexoj. Ajo që më bën përshtypje dhe ne duhet ta provojmë këtë edhe ta shohim në parlament në momentin kur do të kaloj pas dekretimit nga presidenti, do të kalojnë të ministrat e rinj, sepse ne jemi të sinqertë në realitetin e brendshëm politik të mazhorancës aktuale ka zhvillime, ka underground shumë domethënës edhe shpresë. Dihet që sot për shembull vetë mënyra se si është komentuar virtualisht nga përfaqësues të LSI-s apo njerëz që merren me PR-in dhe komunikimin publik të LSI-s është problematike. Vendimi politik për kalimin e ministrave apo ndryshimin në qeveri do të jetë i unifikuar apo do të jetë thjesht një votim rradhe dhe kjo duhet lexuar. Pra edhe nëse do të ketë zhvillime, ato do të varen çfarë do të ndodhë brenda maxhorancës, po thua. Aktuale, brenda koalicionit. Dhe e dyta jemi mësuar që edhe marrëdhënia midis presidencës, edhe parlamentit, edhe qeverisë është një marrëdhënie shumë politike në relacionet e tanishme. Ç'mund bëj presidenca në këto kushte? Po koha për verifikimin, për një pjesë e ministrave, ministri e shëndetësisë është një ministër, është ministre pa background politik. S'ka drejt të refuzoj. Gjithsesi, koha e shqyrtimit është 7 ditë. 7 ditë. Kështu që në 7 ditë është krijuar bota, të paktën sipas librave të shenjtë. Ky është aspekti i parë. Aspekti i dytë mendoj që është si do të negociohet me opozitën. Unë e shikoj që në rastin konkret roli politik i Ilir Metës në relacionet midis Edi Ramës dhe Lulzim Bashës nuk është një rol ndërmjetësi, por është një rol protagonisti. Dhe kjo është evidente. Por, nuk është një ekuidistancë midis Partisë Demokratike, zotit Basha dhe zotit Rama dhe zotit Meta. Kohët e fundit, dihet që fjalimet që i adresojnë kryeministrit nga kryetari i opozitës janë shumë herë më patetike dhe më e gërshane, po e themi të lënë edhe konotacionin e konfliktit, pavarësisht se opozita është në lojalitet të plot për sa i përket sjelljes dhe korrektesës 24 ditëve protest në Çadër, por në fjalime, fjalori që po mban e djerë është shumë agresiv, është as elektoral, por është në tipikisht konfliktual. Dhe së fundi, dhe këtë duhet ta them, shikoj që veçanërisht në orët e fundit, opozita e ka ngritur tonin e akuzave.
ka paralajmëruar se po, le të themi, është në dieni të investigimeve që bëhen nga mediat amerikane, sepse edhe sot ka pasur një deputet dhe vetë kryetari i opozitës që ka thënë, që mund të hap, le të themi, kapituj të skandaleve, të cilat e vënë në provë qeverinë dhe përjetoi vënë në provë edhe shumicën. Dhe ne dim shumë mirë që historia politike e Shqipërisë këtij postkomunizmi në tranzicion, në momente caktuara ka shkaktuar ndryshime politike. Dhe nëse akuza e ngritur sot zyrtarisht dhe nga opozita që ekziston skandali i 1400, 1300, paktën është thënë, politikisht është thënë nga edhe nga lideri historik edhe nga lideri në detyrë. Nga tragjeditë në dhanë vënd. Jo, po është thënë konkretisht që ne po hetojmë dhe gazetarët gjithashtu po investigojnë që janë futur 1300 kontenierë. Është një gjë që po zihen edhe në mediumet online. Kështu që mendoj të gjitha këto janë pjesë e këtij situacioni që përjeton skena politike. Që në final si eshe? Unë e shikoj ende të komplikuar marrëdhënie midis opozitës dhe shumicës në qeverisje. Okej, mirë. Dhe të komplikuar e mbyll me kaq. Me 18 qershor brenda apo thjesht komplikuar për momentin? Ditët mund të sjellin zhvillime. Deri në 18 qershor ka shumë kohë sa mund ndodhin shumë gjëra dhe natyrisht mos të prishet data kalendarike. Okej, dhe sigurisht do të jesh sërish në studio për të analizuar. Do të bëjmë çfarë hapësire ka për të arritur ju objektivat tuaja, por nga ana tjetër duke parë dhe qëndrimin e majorancës dhe numrat e majorancës? Këtu nuk bëhet fjalë që ne do kishte qenë mirë për shqiptarët, por ne nuk i cënuam mandatin zotit Rama. Ai qeverisi për 4 vite, kjo që ne po bëjmë, nuk është se ne i cënuam atij mandatin dhe po ndërprejmë një mandat legjitim që ne njohëm rezultatin e 2013. Cënim është, qoftë edhe 2 vjet para. Tu flitet nga do buroj shumica e re, 4 vitet e ardhshme nga cili është legitimiteti. Kjo është pyetja, Ilva, nuk është që ne po cënojmë një shumicë. Tashmë e ka kryer. Shumica e re nga sovrani do buroj. Po, por me çfarë zgjedhjesh? Ekziston alternativë. Me çfarë zgjedhjesh? Mira, është se kjo është pyetja. Jo, të jemi korrekt, më fal, se kërkoj shumë ndjes. Patjetër. Shumica e re legjitimisht rrjedh nga sovrani dhe buron nga sovrani. Nuk mund buroj nga tryezat. Jo. S'kërkojmë ne shumicën. Ajo është absolutisht. Po pra, nuk shkojnë tek sovrani me këtë qeveri pra. Ne kërkojmë që kushtet për zgjedhjet lira nuk janë të pamundura me një qeveri që e ka mbjellë vendin me drogë dhe lekët e drogës, armata mbas drogës. Çfarë bën? Është neutrale politikisht? Jo. Se dikush e ka lejuar. Krimi derisa arrin majët e politikës, po mbas tyre çfarë kanë ata? Profesor kanë? Jo. Ne e dimë që nuk kanë profesor. Kanë njerëz të hurit të litarit. Tashi. Prandaj ne kërkojmë një qeveri teknike e cila bie dakord pjesërisht me zotin Bushatin, nuk mundet të zgjidhë çdo problem. Por amat një kushte pak më të barabarta do krijoj. Dhe kjo bëhet fjalë për legitimitetin asaj që vjen, jo asaj që iku. Kjo është thelbësore. Dhe në vendin ku ne jetojmë, në hapësirën ku ne jemi, hapësirën e NATO-s, e Bashkimit Evropian, nuk ka legitimitet pa opozitën. Pra zhvillimet, nëse të kuptova drejt, nuk janë të shumica. Të shumica mund të kesh zhvillime, marrëdhënie të koalicion. Një pyetje plotësuese. Ju do ta pranonit një qeveri teknike me kryeministrin Ilir Meta? Po nuk mund të jetë qeveri teknike me kryeministrin Ilir Meta, se nuk është qeveri teknike më. S'është qeveri teknike. Është qeveri politike. Me përsërim me një kryeministër, sepse është figurë e lartë politike, s'është dhe po flasim për qeveri teknike. Ta ndaj qartazi këtë shumicë me mbarvajtjen e zgjedhjeve. Po çfarë formule do ketë qeveri teknike? Do të prapë të majorancë do ta dominoj? Jo, do jetë me marrëveshje. Qeveria teknike është me marrëveshjen e gjitha palëve. Pra ky është thebi, legitimiteti. Do si figurë politike. Ilva, po nëse këto janë gjëra për të diskutuar, nuk mund t'i vendosim sot këtu. Janë detaje për të diskutuar. Pra, nëse do të ketë. Do bie dakord para tjetër. Legitimiteti buron nga opozita. Nga opozita nuk mund t'i japi legitimitet. Partnerët e koalicionit nuk i japin dot legitimitet zotit Rama. Po. Nuk i japin dot. Legitimiteti buron nga opozita. Opozita i gjitha së bashku është në shesh. Opozita nuk mund të emërohet, mund nxjerrë zoti Rama parti, por ata që mbushin sheshin janë tjerë, dhe vetëm me opozitën ka legitimitet. Pa opozitën nuk do, pra pas zgjedhjet lira, nuk do ketë zgjedhje.
Zgjidhja është qeveri teknike, të futemi, të ndalojmë këtë rreth vicioz, është mirë për gjithë, është mirë dhe për zotin Rama. E vetmja mënyrë. S'keni bërë këtë sjellje kur keni qenë vetëm pushtet dhe kur zoti Rama përfonte qeveri teknike? Jo, Ilva, nuk është e vërtet, sepse Shqipëria nuk ka pas të probleme. Në vitin 2009, Partia Demokratike mori... Ska pas këtë klimë mosbesimi Shqipëria? Po nuk ka pas të kushte me drogë dhe me krim. Në 2011-ën, 2013-ën? Nuk ka pas të kushte me drogë dhe me krim, vjen keq, nuk ka pas. Shqipëria u fut NATO, mori liberalizimin e vizave mas një viti, nuk ka ekzistuar kjo. Dhe në vitin 2009, ju e besoj e dinu, po i referojmë fakteve, ne morëm 68 deputet. Ka që kishtë PD-ja? 2 deputet aleat, bëm 70, zbënim do të qeverin. Pra ne që manipulohemi zjedhe, zbëshim do të qeverin. Ka qënë realitet tjetër. Shumicën e bashkive të mbajet vëndit në 2009 i kishtë gjitha PS-ja. Po mediat kryesori kishtë pra PS-ja, pra ne ishim qeverin, mediat kryesori kishtë PS-ja, të shizë mos filloj me emra. Derisa i morët ju? Po jo, edhe deri në fund, nuk shkon për më televizione, po Top Channel me kë ishte, po Vision Plus me kë ishte, po News 24 derisa ndroi pronar deri në fund 2011-s me kë ishte, se nuk shkon tani të, nuk ka qenë kjo situatë, Ilva, që opozita të jetë në cep, që mos ketë, nuk ka qenë kjo situatë. Unë e pranoj që në Shqipëri, për shkak të një demokracie jo të maturuar, opozita për herë ndihet si në cep. Nuk ka qenë kështu. Zoti Rama drejtonte bashkitë më të mëdha, kishte mediat fuqishme dhe në 2009 e morëm 68 deputet PD-ja, 2 aleatë 70. Të duken zgjedhjet manipuluar këto. Jam në mbyllje tani. Të duken zgjedhjet manipuluar këto jo. Nuk ka qenë kjo situatë. Nuk ka qenë kur. Dil në thelb se të bëre koha. Legitimiteti vjen nga opozita. Dhe nuk vjen nga asnjë partner që ka zoti Rama qeverisë, as nga LSI-ja, as nga PD-ja. Dhe argumentat tona janë ato argumenta që sot i besojnë dhe i pranojnë të gjithë shumica e qytetarëve shqiptar. Drogën dhe krimin. To thot Washingtoni dhe Brukseli. Po këtë nuk e dim nëse është shumica. To thot Washingtoni dhe Brukseli. Jo, nga zgjedhjet do dali kush ka platformën si ka qeverisë Rama, kush ka platformën. Dhe ku besojnë shqiptarët? Po, por krimi dhe droga janë parakushte për zgjedhjet e lira. Nuk mund të ketë zgjedhjet e lira në plantacionin e drogës. Nuk mund të ketë. Tani, kjo është zgjidhja e vetme për ta futur vendin në normalitet. Ky kryeminist le të ketë në CV-n e tij zgjedhje të lira të ndershme, një karrierë 20 vjeçare nga ana personale e jashtëzakonshme. Do ta pranojmë, nga ana personale zoti Rama ka 20 vjet në politik, vetëm 2 vite në opozitë. 20 vjet në politik, 2 vite në opozitë. Kjo karrierë nuk mundet përfundoj me krizë. Pra, nuk mund dali nga kjo karrierë me krizë. Duhet ta ketë CV-n e tij zgjedhjet e lira. Më pas le ta votojnë shqiptarët nëse e dëshirojnë. Mazhoranca dhe qeverisja është e fokusuar në mendimin tim si lazer mbi kërkesën, apo më saktë mbi opozitën e vërtet që ka sot shoqëria shqiptare. Për mendimin tim, opozita e vërtet është papunësia, është varfëria, është padrejtësia, dhe ne mendojmë që këto fenomene ne po përpiqemi në mënyrën tonë të përullur t'i adresojmë tek qytetarët shqiptarë. Kemi bërë shumë, duhet patjetër të bëjmë dhe më tepër, por ne nuk kemi forca politike që kemi thënë që Shqipërinë do ta bëjmë Zvicrën e Ballkanit në 2-3 vjet, as nuk kemi premtuar çekun e bardhë, as nuk kemi bërë në një teori shok. Nuk të ndërhidha më zotri, fole 6 minuta unë do flas 3. Hajde pra fushat, po hajde në fushat. Po hajde në fushat, po. Heqin aksizës për naftën. Ilva, se unë nuk kam tipin tash të. Jo, ka drejt. Fole 6 minuta, 7 minuta, më lej 3 minuta, më mirë gjysmën e kohës, se jam më sintetik ndoshta. Se s'të pëlqen. Qa ke, pëse më dërry, s'të pëlqen? Këto do maten zgjedhjet lira. Po pra, po. Po flasim për kushtet e zgjedhjet lira, droga dhe krimi. Opozita në vërtet janë këto. Kanë të bëjnë me, çfarë mund të bëjmë në qytetarë më shumë? Sepse këta janë minoranca politike sot. Në mendimin tim nuk janë opozita e vërtet. Dhe me argumentat që sjellin, dhe me taktikat që nxjerrin, dhe me mungesën e strategjisë që kanë. Tash thjesht se lideri hypën në majën e një çadre dhe thotë do hidhem nëse s'ka zgjedhje lira ose nëse s'fitoj unë. Bën vetë vrasje, bën harakiri politik. Më fal me zotrit ta mbaroj tash. Se thuar s'do futem zgjedhje. Jo, nuk do futemi, nuk do ketë zgjedhje. Jo, nuk do futemi, nuk do ketë zgjedhje përveç se zgjedhjet. Po më lejo ta mbaroj tash. Po pse nxehesh më burr? Po na cito. Sa më budalliqe të them, unë aq më mirë është për ty, mlej ta them budallikun tim. Jo, saktësisht. Se thej që nuk do futemi, nuk do ketë. Po ti thej lexova ke Ballkan Web çka keni thënë ke grupi parlamentar. Po dhe Top Channel kishte thënë që po leze nuk të citoj jashtëm që nuk duan Shqipërinë. E ka thënë Rama këtë mbledhje me qira fjala meqense kemi këtu. Nuk ja unë se di ku i ka dëgjuar dhe ku i ka lexuar këtë tash. Nëse i marrin haberet kështu. Nëse i marrin ato janë mbledhjet grupit parlamentar, mbeten në grupin parlamentar. S'ka lidhje fare me këtë që thot zoti Bumçu, se di si e ka lexuar. Le të shkruaj libër për këtë. Media shqiptare kanë lexuar.
Mirë pra, po ato që the janë të kapur gjithë, ti sa po the janë të kapur gjithë, pse I besoj atëre? Mos u bëj që koherent në mendim, të lutem. Të paktën të thoshe kemi median më të mirë që ka raportuar 100% atë tha zoti Rama. Le ta mbaroj tash. Atëre, sa më shumë mpaket, mbyllet opozita në vetvete, unë mendoj që zoti Basha e ka të qartë këtë gjë. Partia Demokratike do fitoj një lider më në fund, duke humbur këto zgjedhje. Zoti Basha më në fund po provon që mund t'jetë dhe lider I Partisë Demokratike, pavarësisht se do humbasi zgjedhjet. Sa më shumë vonoheni për të futur në fushat dhe gjithë argumentat që sillni janë të mira për fushat, nuk mund të bëjnë dhe nuk mund të provokojnë asnjë lloj sistemi që të merrni në tavolinë një qeveri teknike. Vazhdoni rrini në tendën apo çadrën tuaj si e quani, bëni atë shfaqjen 2 herë në ditë. Mos hajde në parlament, më fal, më le ta mbaroj. Po, merren tavolinë. Ne ju donin tavolinë, po. Zgjedhjet fitohen me proces të rregullt. Po pra. Po qeveria teknike më fal ta mbaroj më zotëri, të lutem shumë. Atëre, pavarësisht se çfarë thonë gjithë faktorët ndërkombëtar, Bashkimi Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës, do ta thonë dhe më shpesh tash. Do fillojnë të thonë futuni në parlament, ju do filloni të quani armik. Edhe Mogherinin, edhe Donald Lu do ta quani armik. Çdo që të thotë nga këto do ta quani. E quajti Rama armik. Do t'i quani të gjithë armiq këta, unë ta them, zoti Basha thot Mogherinit I këshporru që këtejset ne I themi, jo, vendoste çadrën ta thoshte, jo. Që nuk përfaqëson qëndrimin e Bashkimit Evropian. Më vjen mirë që të paktën e kuptoj që ato... Qëndrim me letër I Bashkimit Evropian... Mos ndëry pra se s'të ndëryva. E kuptoj të paktën që ato shprejet e luftës guerrile, ti të shpojmë goma, ti thym xhama, ti shajmë nga fisi, ti të reqim zvarë, kështu, nuk ju binda asnjëri. Dhe më vjen mirë që s'ju binda asnjëri. Ka 24 ditë protestë. Se të paktën tregoj që si lider nuk e dëgjon njeri. Se të paktën do kishin dalë 10 demokratë që do të shponin ca goma. Nuk e dëgjon njeri zotin Basha. Tashi ai ka filluar, po I vjen zëri më në fund. Sa më shumë e vonojnë këtë proces, për ne si majorancë. Kthehuni pozicionin juaj. Si majorancë ne mund nuk ka çfarë thotë, prandaj mund na vlej politikisht. E vetmi peng që kemi dhe detyrim që kemi ndaj qytetarëve shqiptar ka të bëjë me reformën drejtësi. Le të rri majoranca ke tenda më, mos hajdeni as në parlament, mos blokoni reformën drejtësi, hajdeni bëni reformën që tregoni që vullneti ju e vërtet, dhe nuk është pasojë apo viktimë reforma drejtësi. Është shkaku I vërtet reforma drejtësi. Ju nuk e keni as ke zgjedhjet e lira, nuk e keni as ke qeveria teknike, tenda brenda vetes mban të mbyllur nuk mund të ketë reformë në frikën e zotit Basha nuk ka reformë drejtësi. Mirë, dakord. Demokracia dhe drejtësia shkojnë bashkë. Po pse u kujtuat një javë mbasi erdhën? Nuk kemi kujtuar një javë, vjen keq. E vetmja gjë që po bllokojnë reforma drejtësi. Gjithë këto të tjerat pastaj, kurse tema për që u mblodhën ne sot dhe që s'u diskutu fare, se nuk u diskutu. Mos qajnë këta pse I varen këmbët kalorësit majorancës, votat janë aty, nuk janë dridhura, nuk kanë lëvizur prasjerë, e vetmja shpresë që këta të kenë tash, mos prisni të shikoni liderat se është turp tash, u kapën apo hëngrën darkë bashkë, dalin për dore, s'dalin për dore, duhen liderat, po të kishim hallin e liderave në rishën dashuria e liderave aty, janë 84 vota ne kemi dalë në rrugë, nuk shikojmë më asnjëri për zgjedhje, se po thuaj që po shikojmë. I keni bazuar gjithë ato sa duhen ata. Au panë në mëngjes, au putën në mëngjes, po çfarë? Zgjedhja është rruga. Zgjedhja është protesta, zgjedhja është përballë kryeministrisë. A ka shanse për dialog? Gjatë këtyre orëve vijim, tradicionalisht shanset për dialog janë në momentin kur palët I kanë konsumuar komplet elementet e tyre dhe janë pikën kulmore, që kanë nevojë për dialog. Nuk kanë arritur edhe në këtë lloj faze. Kjo duket nga retorika e sotme, të dy palët praktikisht po shijojnë këtë lloj përplasje, po pika është dita kur... Jo nuk ka si shihim të ofrim ta them me sinqeritet. Unë do doja të ishim protestë, do doja të mbaroj tani, sepse altë lutem. Ditën që votuat në shumët kushtetuese me 22 korrik, nuk duhet ta votonit kur ju mendon dishtu. E votuat, tani duhet ta mbani. Ne votuam dhe ne jemi për reformë sipas atyre ndryshimeve kushtetuese. Të lutem. Ne jemi për një reformë sipas ka lidhje kjo me të lutem. Problemi është tjetër. Nuk e kanë personalisht shoh që janë krejtësisht pa kam tok. Do thotë që nuk e kuptojnë realitetin dhe kanë një Shqipëri krejt tjetër, po themi ata që njohin në Shqipëri që nuk e njohin shqiptarët, ata që njohin dy partitë kryesore. E para majoranca duhet heq dorë nga arroganca, ka arrogancë të kësuar, mungesë respekti dhe vëmendje nga çdo kërkesë opozicë. Në çdo vend demokratik botës, një vend që është NATO, do të hymbe sillet ndryshe me opozitën, nuk sillen të lloj forme. As me etiketime, as me sharje, as imagjinoni, ne vazhdojmë prapë kemi komunikimet kur ne themi ende zyra e shqupit, nuk I përmendem as Selina, as emrin e kryetarit. Jo që është një lloj sjellje e cila nuk ka sens dhe do I kthehet bumerang, nuk është problemi që I kthehet majoranca bumerang, se ky nuk është një lajm I ri për Shqipërinë. I kthehet bumerang, po themi procesit demokratik në Shqipëri se vonohen gjitha proceset. Dhe së dyti opozita duhet të ketë,
po themi, alternativa. Unë për shkak ka pëlqyer kjo ideja e Republikës së Re, po unë duhet të diçka shkruar. Të njëjtën Republikë të Re në një formë tjetër, as majta sa djata se propozoi Rama në vitin 2009. Politikë e re. Por e njëjta gjë ishte pak a shumë. Por duhet të ketë gjëra konkrete, duhet të ketë gjëra të propozuara, duhet të ketë drafte konkrete, duhet të ketë negociata konkrete. Sepse nëse ne i vendosim tjetër kufirit e thana dhe i themi unë nuk pranoj ty nuk pranoj mua, hajde tani bëjmë marrëveshje, kjo s'është marrëveshje, kjo është ftesë për mos u marrur vesh. Dhe frika ime është kjo dallon nga gjitha krizat e tjera sepse palët nuk duan të merren vesh, sepse palët duan maksimalizojnë votën dhe i tension politik, sepse me këtë forcuan dy liderit politik. Dhe madje edhe lëvizjen e fundit liderit i kanë dhënë ushqim njëri tjetrit dhe i kanë forcuar praktikisht. Qoftë me shkarkimet e fundit. Por në aspektin e partive kjo duket gjë e mirë dhe kalkulim interesant, por në aspektin e Shqipërisë kjo është një lajm i keq, është sinjal negativ dhe ditën që afron momenti i regjistrimit subjekteve në Komisionin Qendror Zgjedhjeve, atë ditë do vendoset nëse Shqipëria do shkojë një rrugë më normale apo Shqipëria do bëj hapa pas në gjitha aspektet e tij. Pra çadra nuk lëviz edhe këtë javë? Nuk është çështje sadrës. Kanë nevojë për çadër shqiptarët, sepse e përdorin edhe një lloj nuk e marr si simbolik, por mua është themelore. E kuptoni që janë dy palë që flasin me tërë botën, por nuk flasin njëri me tjetrën, kanë një muaj që 22 metra larg njëri tjetrit. Duhet të ketë një orë më parë draft dhe negociata. Dhe drafti e negociata edhe unë bashko me kolegët që përmendën të nuk e shoh aktorin e tretë politik si negociator. I vetmi faktor në Shqipëri negociator mund të jetë presidenti i Republikës dhe ose partnerët ndërkombëtar siç kanë ndodhur gjithmonë. Faleminderit që ishit sonte në tonaj. Faleminderit ju për vëmendjen. Natën e mirë.